Pas një zhdukjeje pa shpjegim, bashkëshortja e një biznesmeni gjendet duke jetuar si një person tjetër, pa kujtime për atë që ishte. E ndarë mes jetës luksoze që ka harruar dhe shtëpisë së thjesht që ka mësuar ta doj, ajo mbetet e bllokuar mes dy botëve. Dhe ndërsa të gjithë presin një zgjedhje, ajo kupton se rruga e vërtet ndoshta nuk është kthimi, por ish pika e vetes. Para se të fillojmë, bëhu pjesë e familjes son këtu në kanal. A bohu tani, lëre pëlqimin tënd, na ndihmon jashtëzakonisht shumë në punën tonë dhe shkruaj në komente se nga cili qytet po na ndjek. Më pëlqen shumë të di se deri ku arrin historitë tona. Dielli ende nuk kishte lindur kur Roberti parkoi makinën në hyrje të laprakës, edhe një herë. Duart i dridheshin lehtë ndërsa hapi bagazhin dhe nxori rrotullën e posterave që kishte porositur për t'u printuar një ditë më parë. E njëjta fytyrë e buzëqeshur e Elenës e vështronte nga çdo flet letre, me ata sy kafe që ai njite përmendësh, flokët gështenjë të hapur që i binin mbi supe, buzëqeshja që dikur ndriçonte çdo ambient. Kishin kaluar 412 ditë që kur Roberti bënte këtë gjë. 412 ditë që kur ishte zgjuar një mëngjes të shtunë dhe Elena thjesht nuk ishte më aty. Krevati ende ruante ngrohtësinë e trupit të saj, jastëku ende kishte aromën e flokëve të saj, por ajo ishte zhdukur sikur të ishte tretur në ajër. Në fillim, të gjithë menduan se ajo kishte dalë për një shëtitje në mëngjes në parkun e madh të liçenit, siç bënte zakonisht. Roberti madje përgatiti mëngjesin special që ajo e adhuronte në fundjavë, me byrek të vegjël të ngrohtë dhe lëng portokalli të shtrydhur në çast. Por kur ora shënoi 10 të mëngjesit dhe Elena nuk u kthye, një ndjenjë e çuditshme filloi të rritej në gjoksin e tij. Hetuesi i parë privat që Roberti punësoi tha se shumica e njerëzve të zhdukur kthehen brenda 48 orëve. I dyti foli për një javë. I treti, më me përvojë, e shikoi Robertin në sy dhe i tha me sinqeritet se pas 6 muajsh, shanset zvogëloheshin në mënyrë drastike. Por Roberti refuzonte të dëgjonte statistika. Elena nuk ishte një statistik. Ishte gruaja që flinte e përqafuar me të çdo natë, që këndonte me zë të ulët ndërsa u iste lulet në balkon, që qante duke parë reklama margarinash në televizor. Atë mëngjes të ftohtë korriku, Roberti ecte nëpër rrugët e ngushta të lagjes duke ngjitur më shumë postera. Rutina e tij ishte bërë mekanike me kalimin e muajve. Zgjohej në 5 të mëngjesit, kontrollonte grupet në WhatsApp ku postonte foton e Elenës, rishikonte emailet me shpresën për ndonjë gjurmë dhe dilte për të mbuluar një lagje tjetër të qytetit. Tashmë kishte mbuluar të gjithë zonën jugore të Tiranës, qendrën, një pjesë të zonës lindore. Tani ishte në periferi, ku njerëzit i shikonin posterat me më shumë vëmendje, ku kishte më shumë solidaritet mes të panjohurve. Muret e shtëpisë së tij ishin shndërruar në një qendër operacionesh. Hartat të Tiranës mbulonin dhomën e ngrënies, me gjilpëra me kokë me ngjyra që shënonin ku ishte ngjitur çdo poster, ku ishte intervistuar çdo dëshmitar i mundshëm. Stiva letrash grumbulloheshin mbi tavolinën e kafes, raporte hetuesish, dëshmi mish, regjistra spitalor që Roberti i kërkonte në mënyrë obsesive. Motra e tij Klara i kishte sugjeruar 3 herë që të kërkonte ndihmë psikologjike. Shoku i tij më i mirë, Besniku, ndaloi se vizituari pasi Roberti e akuzoi se nuk i interesonte sa duhet për zhdukjen e Elenës. Roberti nuk arrinte ta kuptonte se si njerëzit vazhdonin jetën e tyre normalisht. Si Besniku filloi të dilte sërish në fundjavë, si Klara vazhdonte të postonte foto udhëtimesh në Instagram, si e gjithë bota dukej se kishte harruar që Elena ekzistonte. Për të, koha kishte ndaluar atë mëngjes të shtunë. Ai ende flinte në anën e djathtë të krevatit, duke e lënë të majtën të lirë për kur ajo të kthehej. Ende blinte biskotat me xhenxhefil që ajo i adhuronte. Ende e linte derën e përparme të pambyllur, në rast se ajo kishte humbur çelsat. Kompania e Robertit, një firmë ndërtimi që kishte lulëzuar për vite me radhë, tani funksiononte në pilot automatik. Ai shfaqej në zyrë vetëm për të nënshkruar dokumente urgjente dhe për të kontrolluar nëse kishte ndonjë mesazh për Elenën. Punonësit e tij përshpëritnin nëpër korridore për shefin që ishte çmendur nga trishtimi. Robertit nuk i bëhej vonë. Parat mund të rikuperoheshin. Elena, jo. Ndërsa ngjiste një poster në derën e një furre buke, Roberti ndjeu se dikush po e vëzhgonte. U kthye dhe pa një vajzë rreth 10 vjeçe të ndalur në trotuar, duke e ngulur shikimin të fotoja me sy të zgurdulluar. Ishte një fëmijë i dobët, me flok kaçurel të lidhur bisht, e veshur me një uniformë shkolle paksa të madhe për trupin e saj të vogël.
Zotëri, tha ajo me një zë të butë, por të vendosur. Kjo gruaja në foto është mamaja ime. Zemra e Robertit filloi të rrite me shpejtësi. Për më shumë se një vit, ai kishte dëgjuar qindra informacione të rreme. Njerëz që betoheshin se e kishin parë Elenën në vende të ndryshme të qytetit, gjithmonë duke u zbuluar si gabime ose përpjekje për t'i zhvatur para. Por kishte diçka në zërin e asaj vajze, një siguri e pafajshme që ja bëri këmbët të dridheshin. Si kështu, mamaja jote, pyeti Roberti, duke u ulur në gjunjë për të qenë në nivelin e fëmijës. Ajo jeton me mua dhe babin tim. Erdhi në shtëpinë tonë e lënduar, nuk mbante mend asgjë. Babi u kujdes për të dhe tani ajo është mamaja ime. Vajza fliste me natyrshmërinë e dikujt që tregon se çfarë ka ngrënë për mëngjes. Roberti ndjeu se bota po i rrotulloi rreth tij. Ku banoni? Aty afër. Do që të çoj atje? Udhëtimi deri te shtëpia ishte më i gjati në jetën e Robertit, edhe pse zgjati vetëm 5 minuta. Vajza, e cila u prezantua si Izabela, fliste pa pushim për shkollën, për mënyrën se si mamaja e saj e re bënte pudingun më të mirë me qumësht të kondensuar në botë, për sa e lumtur ishte që nuk ishte më vetëm me babin e saj. Roberti mezi arrinte t'i përpunonte fjalët me gjakun që i pulsonte në vesh. Shtëpia ishte e thjeshtë, një ndërtesë dykatëshe me suva të rënë dhe një kopsht të vogël përpara. Një motor i vjetër ishte parkuar pranë një buburreci blu që Roberti nuk e njohu. Izabela shtyu portën e vogël prej hekuri dhe bërtiti, "Mami, ka një burr këtu që do të flas me ty." Kur dera e përparme u hap, Robertit ju desh të mbahej te porta për të mos rënë. Ishte Elena. E njëjta Elena që buzëqeshte në posterat e shpërndarë në të gjithë Tiranën. E njëjta Elena që kërcente në kuzhinë kur mendonte se ai nuk po e shikonte. E njëjta Elena që ai e kishte kërkuar në çdo cep, në çdo fytyrë në turm. Por ajo e shikoi Robertin sikur të ishte një i huaj i plotë. "Mirëdita," tha ajo me mirësjellje. "Izabela tha se ju doni të flisnit me mua?" Roberti nuk mundi të fliste. Vetëm arriti të shikonte fytyrën e gruas që donte, duke kërkuar ndonjë shenjë njohjeje, ndonjë shkëlqim të njohur në sytë kafe. Elena vishte rroba të thjeshta, një bluzë të çelët dhe një fund jeans. Ishte më e dobët se sa e mbante mend, me lëkurën paksa të nxirr, sikur kalonte më shumë kohë në diell. Flokët i kishte më të shkurtër, të prerë në lartësinë e supeve. "Ti nuk më njeh?" Roberti më në fund arriti të pëshpëriste. Elena rudhi vetullat, duke studiuar me vëmendje fytyrën e tij. "Më falni, por duhet? Njihemi nga diku?" Në atë moment, një burr u shfaq pas saj, duke fshirë duart në një leckë të ndotur me graso. Ishte një burr rreth të 40-tave, me flokë të thinjur, duart të kallojzuara, lloji i personit që Roberti normalisht do ta takonte vetëm kur çonte makinën te mekaniku. Burri shikoi nga Roberti te Elena me një shprehje shqetësimi në rritje. "Ndodhi gjë, Lena?" pyeti ai, duke përdorur një nofk që Roberti nuk e kishte dëgjuar kurrë. "Ky zotëria tha se më njeh," u përgjigj Elena, pa i hequr syt nga fytyra e Robertit. Roberti ndjeu lotët t'i digjinin pas syve. Elena ishte gjallë. Ishte mirë. Por ishte sikur gruaja që ai e kishte kërkuar me dëshpërim të kishte vdekur dhe një e huaj të kishte zënë vendin e saj. Një e huaj që përgjigjej me emrin Lena dhe thërriste një burr tjetër kur ndihej e kërcënuar. "Unë quhem Robert Mema," tha ai, me zërin që i dridhej. "Elena, ti je gruaja ime." Heshtja që pasoi ishte shurdhuese. Izabela shikonte nga një i rritur te tjetri, pa e kuptuar tensionin në ajër. Mekaniku bëri një hap përpara, sikur donte ta mbronte Elenën nga ndonjë rrezik. Dhe Elena vazhdoi ta shikonte Robertin me atë shprehje konfuze dhe paksa të frikësuar. "Mendoj se jeni ngatëruar," tha ajo, me butësi. "Unë nuk jam e martuar. Jetoj këtu me Jakupin dhe Izabelën prej gati një viti. Unë quhem Lena." "Jo," Roberti tundi kokën me forcë. "Emri yt është Elena Maria Santos. Ke lindur më 12 mars të vitit 1990. Ngjyra jote e preferuar është bluja. Ke një shenjë të vogël në gjurin e majt nga kur u rrëzove nga bicikleta në moshën 7 vjeç. Ti u zhduke nga shtëpia 412 ditë më parë." Elena çoi dorën instinktivisht te gjuri i majt dhe Roberti pa një fije dyshimi të kalonte nëpër sytë e saj.
Jakub, tha ajo, pa e shkëputur shikimin nga Roberti, mendoj se është më mirë të flasim brenda. Mekaniku tundi kokën dhe u tërhoq për t'i hapur rrugën. Roberti e ndoqi Elenën brenda në shtëpinë e thjeshtë, me zemrën që i rrite sikur do të shpërthente. Dhoma e ndenjes ishte e vogël, por e ngrohtë, me mobilje të vjetra por të mirëmbajtura, fotografi të Izabelës të shpërndara nëpër rafte dhe një aromë ushqimi shtëpie në ajër. Elena u ul në divanin me lule dhe i bëri shenjë Robertit të ulej në koltukun përballë. Jakupi qëndroi në këmbë, i mbështetur në mur, qartësisht i sikletosur nga situata. Më trego versionin tënd të historisë, tha Elena, me një zë që Roberti e njohu si të sajin kur përpiqej të ishte e duruar. Dhe Roberti tregoi. Tregoi për mëngjesin kur u zgjua dhe ajo ishte zhdukur. Tregoi për hetuesit, për posterat, për netët pa gjumë duke e kërkuar. I tregoi portofolin, ku mbante foto të tyre të dyve në udhëtime, në ditën e dasmës, në ditëlindje. I tregoi unazën që mbante në gisht dhe unazën e saj, që ai e mbante në një zinxhir në qafë që nga zhdukja. Elena dëgjonte gjithçka me vëmendje, por Roberti e kuptonte se ishte vëmendja e sjellshme e dikujt që dëgjon historinë e një të huaji. Nuk kishte njohje, nuk kishte kujtesë, nuk kishte dashuri. Kishte vetëm kurreshtje dhe ndoshta pak keqardhje. Lena erdhi këtu e lënduar dhe konfuze, foli më në fund Jakupi, me një zë të ulët dhe të ngjirur. Nuk mbante mend asgjë, as emrin e saj. Mjekët thanë se kishte pësuar një traumë në kokë. Askush nuk u shfaq për ta kërkuar, kështu që ju e mbajtët këtu, shpërtheu Roberti, duke ndjerë një përzierje mirënjohjeje dhe zemërimi. Askush nuk e mbajti, u përgjigj Jakupi, me qetësi. Ajo zgjodhi të qëndronte. Kur u shërua, i ofrova ndihmë për të gjetur familjen e saj, por ajo tha se ndihej si në shtëpi këtu. Roberti shikoi Elenën, duke kërkuar ndonjë shenjë të gruas që njihte. Me të vërtetë nuk mban mend asgjë. Për mua, për shtëpinë tonë, për martesën tonë. Elena mbylli syt për një moment, sikur po përpiqej të kujtohej. Kur i hapi sërish, kishte trishtim në ta. Ndonjëherë kam imazhe të shkurtra vendesh, fytyrash. Por asgjë konkrete. Asgjë që të ketë kuptim. Ajo bëri një pauzë, duke shikuar Jakupin dhe pastaj Robertin. Jeta që unë njoh është këtu. Jakupi dhe Izabela janë familja ime. Fjalët e goditën Robertin si grushte. Ai kishte kaluar më shumë se një vit duke kërkuar gruan që donte, vetëm për të zbuluar se ajo kishte gjetur një familje tjetër, një jetë tjetër, një dashuri tjetër. Dhe më e keqja nga të gjitha, ajo dukej e lumtur. Izabela hyri me vrap në dhomë, duke injoruar tensionin në ambient dhe u hodh në prerin e Elenës. Mami, do të hash darkë me ne sonte? Babi tha se do të bënte ato makaronat që të pëlqejnë ty. Elena e përqafoi vajzën me një dashuri të sinqertë, dhe Roberti pa në fytyrën e saj një shprehje dashurie amtare që nuk e kishte parë kur më parë. Ishte sikur Elena të ishte bërë një version tjetër i vetes, një person që ai nuk e njihte. Sigurisht, bia ime, u përgjigj Elena, duke i puthur majën e kokës Izabelës. Roberti u ngrit vrullshëm, i paf të duronte më. Gruaja e tij ishte gjallë, por gruaja që ai donte dukej se kishte vdekur diku midis zhdukjes dhe atij momenti. Dhe në vend të saj ishte një e huaj e quajtur Lena, që donte një fëmijë tjetër dhe jetonte me një burr tjetër. Më duhet të iki, tha ai, me zërin e thyrë. Elena u ngrit gjithashtu, me Izabelën ende në krah. Robert, më vjen shumë keq. Do të doja vërtet të kujtohesha. Por nuk mund të detyroj diçka që nuk ekziston. Roberti tundi kokën, pa mundur të fliste. Në derë, ai u kthye për herë të fundit. Nëse ndryshon mendje, nëse kujton diçka, numri im është në poster. Dhe doli nga ajo shtëpi me zemrën të thyrë në një mënyrë krejtësisht të re. Elena ishte gjallë, ishte e sigurt, ishte e lumtur. Por ajo nuk ishte më e tija. Dhe Roberti nuk kishte ide se si të përballej me këtë zbulim që e kishte dëshiruar kaq shumë dhe që në të njëjtën kohë e shkatëronte plotësisht. Rruga e kthimit te makina ishte e mjegull. Roberti ngau makinën nëpër rrugët e Tiranës me lotët që i rridhnin nëpër fytyrë, pa mundur të përpunonte plotësisht atë që sapo kishte ndodhur. E gjeti Elenën, por e humbi në një mënyrë që nuk e kishte imagjinuar kur të ishte e mundur.
Dhe tani duhej të zbulonte nëse kishte ende shpresë për të rikuperuar gruan që donte apo nëse duhej të mësonte të pranonte se ajo ishte bërë një person tjetër, një person që nuk e donte më. Roberti nuk fjeti atë natë. Qëndroi ulur në koltukun e dhomës së ndenjes, duke parë stivat e letrave të shpërndara në tavolinën e kafes, hartat në mur, gjithë atë obsesion që i kishte dominuar jetën për më shumë se një vit. Elena ishte gjallë. Kjo ishte mrekullia që ai e kishte kërkuar çdo natë. Por askush nuk e kishte përgatitur për mundësinë që ajo të ishte gjallë dhe të mos e mbante mend që ajo të ishte gjallë dhe të donte njerëz të tjerë. Kur lindi dielli, Roberti tashmë kishte një plan. Nëse Elena kishte humbur kujtesën, ai do ta ndihmonte ta rikuperonte. Nëse ajo nuk e mbante mend dashurinë që kishin, ai do ta bënte të dashurohej sërish me të. Nuk kishte rëndësi sa kohë do të duhej, nuk kishte rëndësi se çfarë do të kushtonte. Ai kishte pritur 412 ditë për ta gjetur, mund të priste edhe disa muaj të tjerë për ta rifituar. Ndalesa e parë ishte në shtëpinë e nënës së Elenës. Zonja Silva jetonte në një apartament komod në lagjen komuna e Parisit dhe Roberti nuk e kishte vizituar që nga muajt e parë të zhdukjes. Marrëdhënia mes tyre ishte komplikuar kur ajo i sugjeroi që të ndalonte së kërkuari dhe të përpiqej të vazhdonte përpara. Në atë kohë, Roberti e akuzoi se kishte hequr dorë nga vajza e saj. Tani, ngjiste shkallët e pallatit me zemrën të shtrënguar, duke e ditur se duhej të gëlltiste krenarin. Robert? Zonja Silva hapi derën me një shprehje habie dhe shqetësimi. Në moshën 62 vjeç, ajo ishte një version më i vjetër i Elenës, me të njëjtët sy kafe dhe të njëjtën mënyrë delikate të anonte kokën kur ishte konfuze. Ka ndodhur gjë? E gjeta, Silva. E gjeta Elenën. Gruaja më e moshuar u mbështet në pragun e derës, sikur këmbët do t'i lëshonin. Roberti e mbajti, duke e udhëhequr brenda në apartament. Zonja Silva u la të binte në divanin e dhomës së ndenjes, me duart që i dridheshin. Ku? Si? A është mirë? Roberti i tregoi gjithë historinë, nga momenti kur Izabela e ndaloi deri te biseda në shtëpinë e thjeshtë në La Prah. Pa fytyrën e zonjës Silva të kalonte nëpër të gjitha emocionet që ai vetë i kishte ndjerë, lehtësim, konfuzion, dhimbje, shpresë. Amnezi, përsëriti ajo, sikur po testonte peshën e fjalës. Dhe ajo me të vërtet nuk mban mend asgjë? Asgjë. Më shikoi sikur të isha një i huaj. Roberti bëri një pauzë, duke mbledhur guximin për atë që do të vinte më pas. Silva, kam nevojë për ndihmën tënde. Ti e njeh Elenën më mirë se kushdo. Kam nevojë të di si ta bëj të kujtohet. Zonja Silva u ngrit dhe shkoi te një raft plot me albume fotografish. Nxori një nga më të vjetrit dhe e hapi mbi tavolinën e kafes. Faqet e zverdhura tregonin Elenën fëmijë, Elenën adoleshente, Elenën të re. Në të gjitha fotot, ajo buzëqeshte me atë të njëjtën buzëqeshje të ndritshme që Roberti e njihte aq mirë. Vajza ime ka qenë gjithmonë e ndjeshme ndaj aromave dhe shijeve, tha zonja Silva, duke kaluar gishtat mbi një foto të Elenës në moshën 15 vjeç. Kur ishte fëmijë dhe mërzitej, i bëja puding me qumësht të kondensuar. Ishte e vetmja gjë që e qetësonte. Dhe e adhuronte parfumin francez që babai i saj më adhuroi për përvjetorin ton të martesës. Gjithmonë vifte spërkatje kur mendonte se nuk po e shija. Roberti i shënonte të gjitha mendërisht. Parfum, puding, kujtime fëmijërie. Ndoshta këto gjëra të vogla mund të hapnin një derë në mendjen e Elenës. Ka edhe diçka tjetër, vazhdoi zonja Silva me zërin më të ulët. Në muajt e fundit para zhdukjes, Elena ishte e çuditshme. Më e heshtur, më e largët. E pyeta disa herë nëse gjithçka ishte në rregull, por ajo gjithmonë thoshte se ishte vetëm lodhje nga puna. Roberti rrudhi vetullat. Elena nuk i kishte përmendur kur ndonjë problem. Përkundrazi, ata po planifikonin një udhëtim në Maldive dhe po flisnin për mundësinë e zgjerimit të familjes. Çfarë lloje çuditshme? Qante pa pritur ndonjëherë. Dhe shikonte fotot e kohës kur ishte fëmijë, sikur po përpiqej të kujtonte diçka. Njëherë më pyeti nëse mendoja se do të ishte një nënë e mirë. Zonja Silva e mbylli albumin me kujdes. Robert, je i sigurt që nuk kishte asgjë që po ndodhte mes jush para se ajo të zhdukej? Pyetja e bezdisi Robertin më shumë se sa donte ta pranonte. A kishte pasur shenja që ai nuk i kishte vënë re?
Biseda të pathëna? Probleme që ai kishte injoruar? Kishim disa mosmarrëveshje për fëmijët, pranoi ai më në fund. Unë doja të prisnim edhe disa vjet për të pasur fëmijë, të përqendroheshim fillimisht në zgjerimin e kompanisë. Elena donte të fillonim të provonim menjëherë. Por kjo është normale mes çifteve, apo jo? Nuk ishte diçka që mund ta bënte atë të arratisej. Zonja Silva e shikoi me një shprehje që Roberti nuk arriti ta deshifronte. Ndonjëherë njerëzit mbartin dhimbje që as vetë nuk i kuptojnë plotësisht. Ata kaluan gjithë mëngjesin duke organizuar një strategji. Zonja Silva mblodhi objekte personale të Elenës, parfumin e preferuar, letra që ajo kishte shkruar në adoleshencë, arushin pelush që ajo e ruante që nga fëmijëria. Roberti fotografoi faqet e albumeve të familjes dhe shënoi receta që Elena i adhuronte. Nëse kujtesa e saj nuk kthehej natyrshëm, ata do ta ndihmonin me stimuj familjar. Të nesërmen pasdite, Roberti u kthye në shtëpinë në Laprak. Këtë herë solli dhurata, kukulla për Izabelën, vegla pune për Jakupin dhe për Elenën, parfumin francez që zonja Silva kishte përmendur. Jakupi e priti në derë me një shprehje të kujdesshme. Ishte një burr i pak fjalëve, me duar të trasha të dikujt që punonte me motor dhe një mënyrë të drejtpërdrejtë për të parë njerëzit në sy. Roberti vuri re se ai ishte disa vite më i madh se Elena, ndoshta në fund të 40-tave, dhe kishte një qetësi që binte në kontrast me ankthin e tij të vazhdueshëm. Lena po ndihmon Izabelën me detyrat e shtëpisë, tha Jakupi, pa u larguar nga hyrja. Ndoshta është më mirë të kthehesh një ditë tjetër. Të lutem, këmbënguli Roberti. Dua vetëm të flas me të disa minuta. Kam sjell disa gjëra që ndoshta e ndihmojnë të kujtohet. Jakupi hezitoi, por përfundimisht u tërhoq për ta lënë të hynte. Shtëpia mbante erë drejke shtëpie dhe pastërtie, një erë shtëpie që i shkaktoi Robertit një therje ziliqe. Në dhomën e ndenjes, Elena ishte ulur në tavolinë me Izabelën, duke e ndihmuar vajzën me problemet e matematikës. Kur pa Robertin, ajo buzëqeshi me mirësjellje, por ai vuri re një tension në supet e saj. Përshëndetje, Robert. Nuk e prisnim vizitën tënde sot. Solla disa gjëra për ju, tha ai, duke i dhënë paketën me kukulla Izabelës, e cila bërtiti nga gëzimi dhe doli me vrap për t'ia treguar kukullat Jakupit. Dhe kjo është për ty, i zgjati kutinë e vogël me parfum Elenës. Ajo e mori kutinë me kujdes, sikur të ishte diçka e brishtë. Nuk ishte nevoja. Hape, kërkoi Roberti, duke vëzhguar çdo mikroshprehje në fytyrën e saj. Elena hapi paketimin dhe mbajti shishen e qelçit mes gishtave. Ishte i njëjti parfum që ajo përdorte kur u njohan 10 vjet më parë në një festë diplomimi të miqve të përbashkët. Roberti e mbante mend herën e parë që ndjeu atë aromë, si ishte marrë mendja kur ajo kaloi pranë tij në pistën e kërcimit. Është i bukur, tha Elena, duke spërkatur pak në kyçin e dorës dhe duke e nuhatur. Për një moment, Roberti pa diçka të kalonte nëpër sytë e saj. Një shkëndi, një dyshim, një pothuajse kujtim. Por zgjati vetëm disa sekonda. Të pëlqente ky parfum, tha Roberti, me kujdes. E përdorje gjithmonë kur dilnim për darkë. Elena nuhati sërish kyçin e dorës duke mbyllur sytë. Më duket e njohur. Por nuk di të them pse. Ishte një fillim. I vogël, por ishte diçka. Elena, Roberti ju afrua në tavolinë, do të doje të dilje me mua nesër? Vetëm për të biseduar, për të njohur më mirë situatën. Mund të çoj për drekë në ndonjë vend që ju e frekuentonin. Shpreha e Elenës u mbyll pak. Robert, e kuptoj që kjo duhet të jetë shumë e vështirë për ty, por duhet të kuptosh se jeta ime është këtu tani. Me Jakupin dhe Izabelën. Nuk po të kërkoj të braktisësh asgjë, u nxitua të thoshte Roberti. Dua vetëm një shans për të biseduar, për të ndihmuar ndoshta të kujtosh disa gjëra. Vetëm një pasdite. Jakupi hyri në dhomë në atë moment, me Izabelën pranë tij duke luajtur me kukullat e reja. Lena, tha ai, vendimi është hyti. Por ndoshta është më mirë të mos shkosh vetëm me të. Mbrojtja në zërin e Jakupit e iritoi Robertin. Unë nuk jam rrezik për të. Unë jam burri i saj. Ti e burri i gruas që ajo ishte dikur, u kundërpërgjigj Jakupi me qetësi. Lena që unë njoh mund të mos doj të rijetoj një të kaluar që nuk e mban mend. Mjaft, të dy, Elena ngriti zërin për herë të parë që kur Roberti e kishte rigjetur.
Unë mund të flas për veten time. Ajo shikoi nga njëri burr te tjetri, dukshëm e bezdisur nga tensioni. Robert, pranoj të ha drek me ty nesër. Por Jakupi do të më sjell dhe do të më marr. Kjo ose asgjë. Roberti donte të protestonte, por e kuptoi se ishte më mirë të pranonte kushtet e saj sesa të rrezikonte të humbiste plotësisht mundësinë. Në rregull. Në çorë? Në mesditë. Por duhet të kthehem në orën 3. Izabela ka kurs shtesë dhe unë e çoj gjithmonë. Ran dakord të takoheshin në qendrën tregtare Çege, një vend neutral ku Roberti shpresonte se Elena do të ndihej e sigurt. Kur ai doli nga shtëpia, kishte një përzierje shprese dhe shqetësimi në gjoks. Një pasdite e tërë me Elenën. Ndoshta ishte kohë e mjaftueshme për të filluar të thyente barierat që amnezia kishte ndërtuar. Atë natë, Roberti u përgatit sikur do të shkonte në takimin e parë të jetës. Zgjodhi këmishën blu që Elena gjithmonë thoshte se ja theksonte syt, parfumin mashkullor që ajo ja kishte dhuruar për ditëlindjen e fundit. Planifikoi çdo detaj të asaj që do të thoshte, çdo histori që do të tregonte, çdo kujtim që do të ndante. Të nesërmen në mëngjes, arriti në qendrën tregtare gjysmë ore para orarit të caktuar dhe priti në parking. Kur pa Jakupin të ndalonte buburecin blu dhe Elenën të zbriste nga makina, zemra i rahu fort. Ajo vishte një fustan të thjesht pambuku dhe sandale të sheshta, flokët i kishte të lidhur në një topuz të lirshëm dhe ishte më e bukur se kurrë. Por kishte diçka ndryshe tek ajo, një qetësi që Roberti nuk e mbante mend ta kishte parë më parë. Përshëndetje, tha ajo, duke ju afruar me një buzëqeshje të ndrojtur. Përshëndetje. Dukesh shumë bukur. Elena u skuq lehtë. Faleminderit. Ku do të ham drek? Roberti e çoi në një restorant italian në katin e dytë të qendrës tregtare, i njëjti lloj vendi ku shkonin zakonisht në vitet e para të martesës. Ndërsa prisnin të vinte ushqimi, ai tregoi histori se si ishin njohur për udhëtimin e parë që kishin bërë bashkë, për ditën kur ai i propozoi martesë në një plazh në Dhërmi. Elena dëgjonte gjithçka me vëmendje, duke bërë pyetje për detaje, duke u përpjekur t'i përshtaste informacionet me fragmentet e pakta të kujtesës që kishte. Her pas here, Roberti shite një shprehje për qëndrimi në fytyrën e saj, sikur po përpiqej të kujtohej. Dhe si ishte rutina jon, pyeti ajo, duke luajtur me makaronat në pjath. Si kalonim fundjavat? Roberti buzëqeshi, i entuziazmuar nga interesi i saj. Të pëlqente shumë të vizitoje kopshtin botanik të shtunave në mëngjes. Thoje se bimët të ndihmonin të relaksoheshe. Dhe gjithmonë shkonim në kinema të dielave pas dite. Qaje në të gjithë filmat, madje edhe në komedit romantike. Me të vërtet qaja në filma? Gjithmonë. Dhe zemëroheshe kur unë qeshja me ndjeshmërinë tënde. Roberti qeshi me rrëfimin e tij. Njëherë qave aq shumë duke parë Marley me saqen au desh të dilnim nga kinemaja para se të mbaronte filmi. Elena qeshi gjithashtu dhe për një moment Roberti u ndje sikur ishte kthyer në kohët e vjetra. Duket se kam qenë mjaft dramatike. Ti ishe intensive, tha Roberti, duke zgjedhur fjalët me kujdes. I ndjeje të gjitha gjërat shumë thellë. Ishte një nga gjërat që doja më shumë tek ti, buzëqeshja e Elenës u zbeh pak. Po ti? Si ishe me mua? Pyetja e kapi Robertin të papërgatitur. Ai gjithmonë e kishte parë veten si një burr të mirë, të vëmendshëm dhe të dashur. Por për herë të parë u përpoq të mendonte se si e shihte Elena atë. Unë kujdesesha për ty, punoja shumë që ti të kishe gjithçka që doje. Gjithmonë doja që ti të ishe e lumtur. Po unë, a isha e lumtur? Roberti ndaloi me pirunin e ushqimit në gjysmë të rrugës për në gojë. Ishte një pyetje e thjeshtë, por që e bëri të mendonte për gjëra që nuk i kishte konsideruar kurrë. Elena buzëqeshte në foto, merrte pjesë në programet që ai planifikonte, nuk ankoi kurrë për rutinën. Por a do të thoshte kjo se ajo ishte e lumtur? Mendoja se po, tha ai me sinqeritet. Ti kurrë nuk the se nuk ishe. Elena tundi kokën, por Roberti e kuptoi se përgjigja nuk e kishte kënaqur plotësisht. Ata e mbaruan drekën duke folur për tema më të lehta, por pyetja mbeti pezull në ajër si një re. Kur Jakupi erdhi për të marrë Elenën, Roberti u ndje sikur kishte marrë pjesë në një test për të cilin nuk e dinte nëse e kishte kaluar. Elena e përshëndeti me një puthje në faqe, e falenderoi për drekën dhe tha se ndoshta mund të shiheshin sërish javën tjetër.
Elena, e thiri Roberti para se ajo të hynte në makinë. Ti mund të mos më mbash mend tani, por dua të dish se unë të dua. Të kam dashur gjithmonë. Dhe do të pres sa të jetë e nevojshme që ti ta kujtosh këtë gjithashtu. Ajo e shikoi për një moment të gjatë dhe Roberti pa diçka si trishtim në sytë e saj. Robert, nuk dua që të presësh për diçka që ndoshta nuk do të ndodh kurrë. Dhe hyri në makinë duke e lënë Robertin vetëm në parking, me ndjesinë se kishte fituar një betejë por ishte ende shumë larg fitores së luftës. Atë natë, Roberti i telefonoi zonjës Silva dhe i tregoi për drekën. Ajo dëgjoi gjithçka në heshtje dhe pastaj bëri një pyetje që e la edhe më të shqetësuar. Robert, je i sigurt që dëshiron vërtet të rikuperosh Elenën që ishte më parë? Apo po përpiqesh të rikuperosh versionin e saj që ekzistonte në kokën tënde? Pyetja i bëri jehon në mendje Robertit për orë të tëra. Ai donte Elenën përsëri, sigurisht. Por cilën Elenë? Atë që buzëqeshte në foto por ndoshta nuk ishte plotësisht e lumtur? Atë që pajtohej me gjithçka por kur nuk shprehte dëshirat e saj? Apo një Elenë të re, ndryshe, që ai ende nuk e njihte mirë? Për herë të parë që kur e gjeti gruan e tij, Roberti pyeti veten nëse ndoshta amnezia nuk kishte qenë vetëm një traumë. Ndoshta kishte qenë një arratisje. Dhe nëse po, çfarë thoshte kjo për martesën që ai mendonte se ishte e përsosur? Këto pyetje e munduan deri në agim, kur ai vendosi se nuk kishin rëndësi përgjigjet. Ajo që kishte rëndësi ishte se Elena ishte gjallë, ishte mirë, dhe ai do të bënte gjithçka për ta pasur përsëri. Edhe nëse kjo do të thoshte të zbulonte të vërteta për veten që preferonte të mos i dinte. Java kaloi ngadalë për Robertin, çdo ditë e ngarkuar me pritshmëri dhe ankth. Ai kishte rënë dakord të shihte Elenën sërish të shtunën tjetër, por këtë herë donte të bënte diçka ndryshe. Në vend që vetëm t'i tregonte histori për të kaluarën, donte t'i tregonte vendet që kishin qenë të rëndësishme për ta. Ndoshta të qenit fizikisht në vendet ku kishin ndërtuar kujtime mund të zgjonte diçka në mendjen e saj që fjalët vetëm nuk mund ta arrinin. Të njëjtën në mbrëmje, Roberti mori një telefonat që do të ndryshonte gjithçka. Robert? Këtu Silva. Zëri i zonjës Silva ishte i dridhur, i ngarkuar me emocion. Më duhet ta shoh Elenën. Nuk mund të pres më. Është vajza ime, Robert. Vajza ime e vogël. Roberti e kuptoi plotësisht dëshpërimin në zërin e saj. Që nga e hëna, kur ai i tregoi për rigjetjen, zonja Silva kishte telefonuar çdo ditë duke dashur të dinte detaje, duke pyetur si ishte Elena, nëse ajo e kishte përmendur nënën, nëse kishte ndonjë shenjë se e mbante mend familjen. Pritja po e konsumonte gruan, po aq sa e kishte konsumuar Robertin gjatë gjithë asaj kohe. Sigurisht, Silva. Do të shkojmë bashkë të shtunën. Ndoshta të shoh ty do të zgjoj diçka tek ajo. Mendon se do të më njoh? Pyetja erdhi e ngarkuar me një shpresë të brishtë që ja theu zemrën Robertit. Nuk e di. Por ajo duhet të njohë ty pavarësisht kujtesës, ti je nëna e saj. Të shtunën në mëngjes, Roberti kaloi nga shtëpia e zonjës Silva për ta marrë. Gruaja ishte dukshëm nervoze, duke luajtur me duart dhe duke kontrolluar pasqyrimin në pasqyrën e makinës çdo 5 minuta. Po sikur të mos doj të më shoh? Po sikur ta tremb? Robert, ka më shumë se një vit që ajo është zhdukur nga jeta ime. Po sikur të zbuloj se unë ekzistoj dhe kjo ta bëj edhe më konfuze? Roberti ngiste makinën ngadalë nëpër rrugët e laprakës, duke u përpjekur të qetësonte zonjën Silva dhe veten. Ajo ka të drejtë të di se kush je ti dhe ti ke të drejtë ta shohësh vajzën tënde. Kur ndaluan para shtëpisë së thjesht, Roberti pa Jakupin duke punuar nën kofanon e një motori në garazhin e improvizuar pranë banesës. Mekaniku ngriti kokën, fshiu duart në leckë dhe ju afrua makinës me një shprehje të kujdesshme. Robert. Nuk e dija se do të sillje më shumë njerëz sot. Jakup, kjo është Silva Santos. Nëna e Elenës. Ndikimi i informacionit ishte i dukshëm në fytyrën e Jakupit. Ai shikoi nga Roberti te zonja Silva, duke përpunuar implikimet e asaj vizite. Nëna e saj përsëriti, sikur po testonte fjalët. Mund ta shoh vajzën time, ju lutem? Zonja Silva doli nga makina me dinjitet, por Roberti e vuri re dridhjen në këmbët e saj. Jakupi tundi kokën dhe i shoqëroi deri te shtëpia.
Gjatë rrugës, ai shpjegoi se Elena kishte dalë me Izabelën për të blerë përbërësit për drekën e së dielës, një traditë që ato e kishin zhvilluar në muajt e fundit. Ato duhet të kthehen së shpejti. Të ulur në dhomën e vogël por të ngrohtë, zonja Silva shikonte përreth duke u përpjekur të gjente gjurmë të së bijës në ambient. Në tavolinën e vogël të qendrës ishte një foto e Elenës me Izabelën në park, të dyja duke buzëqeshur sinqerisht. Në raft, disa libra që Roberti e dinte se Elenës i pëlqente t'i lexonte. Në mur, vizatime që Izabela i kishte bërë dhe që Elena i kishte ngjitur me dashuri. Ajo duket e lumtur këtu, murmuriti zonja Silva, më shumë për vete se sa për të tjerët. Po, u përgjigj Jakupi, me një butësi në zë që Roberti nuk e kishte dëgjuar ende. Lena solli dritë në këtë shtëpi. Për mua dhe veçanërisht për Izabelën. Vajza kur nuk ka pasur një figurë amtare, dhe Lena ajo thjesht u përshtat në rol sikur të kishte lindur për të. Fjalët e Jakupit e bezdisën Robertin më shumë se sa do të donte ta pranonte. Elena kur nuk kishte shfaqur një instinkt amtar kaq të fortë kur ishin të martuar. Ata kishin biseduar për fëmijë, sigurisht, por gjithmonë në mënyrë abstrakte, si diçka që do ta bënin një ditë. Roberti gjithmonë kishte menduar se Elena nuk nxitonte, se edhe ajo preferonte të priste. Por ndoshta ai e kishte gabuar. Ndoshta ajo thjesht po respektonte ritmin e tij. Tingulli i Chelsit në brav ndërpreu mendimet e tij. Elena hyri nga dera duke mbajtur çanta pazari, me Izabelën që fliste pa pushim pranë saj për ëmbëlsirën që do të përgatisnin. Kur pa Robertin, ajo buzëqeshi me mirësjelljen e edukuar që ai tashmë e njihte. Por kur sytë e saj u fiksuan te zonja Silva, Elena ndaloi plotësisht. Lena, Jakupi u ngrit duke vënë re tensionin e papritur. Gjithçka në rregull? Elena po shikonte zonjën Silva sikur të kishte parë një fantazmë. I lëshoi çantat në dy sheme dhe Izabela filloi shpejt të mblidhte frutat që ishin rrokullisur. Unë të njoh ty, tha Elena, me zërin pothuajse një pëshpërim. Zonja Silva u ngrit ngadalë me lotët që tashmë i rridhnin nëpër fytyrë. Elena? Bia ime? Mami. Fjala doli nga goja e Elenës në mënyrë automatike, si një refleks. Dhe pastaj ajo filloi të qante. Roberti ndjeu një përzierje lehtësimi dhe xhelozie. Elena e kishte njohur nënën, edhe pse vagël. Kujtesa e saj nuk ishte plotësisht e humbur. Por pse e kishte njohur zonjën Silva dhe jo atë? Nën e bi u përqafuan në mes të dhomës, të dyja duke qarë, ndërsa Izabela shikonte e hutuar skenën dhe Jakupi qëndronte i tensionuar, qartësisht i sikletosur nga i gjithë situata emocionale. Unë ëndërroj për ty ndonjëherë, tha Elena, ende në krahët e së ëmës. Një grua më e moshuar duke bërë puding në kuzhinë, duke kënduar një këngë që nuk e mbaj mend mirë. Asa Branca, pëshpëriti zonja Silva. Unë gjithmonë këndoja Asa Branca ndërsa gatuaja. Ti thoshe se ishte kënga jote e preferuar kur ishe e vogël. Elena u largua pak për të parë në fytyrën e së ëmës. Pse të mbaj mend ty dhe jo? Ajo shikoi Robertin, dhe jo atë? Dashuria e nënës është ndryshe, tha zonja Silva, duke i përkëdhelur fytyrën së bijës. Vjen nga një vend më i thellë, më primitiv. Edhe kur mendja harron, zemra ndonjëherë ende e di. Roberti u ndje sikur kishte marrë një grusht në stomak. Nëse dashuria e nënës ishte e paharrueshme, çfarë thoshte kjo për dashurinë që ai dhe Elena kishin ndarë? Kaluam pjesën tjetër të mëngjesit duke biseduar, zonja Silva duke treguar histori nga fëmijëria e Elenës, duke treguar foto të vjetra që kishte sjell. Elena dëgjonte gjithçka me një vëmendje të uritur, sikur çdo histori të ishte një pjesë e një puzle që ajo po përpiqej ta bashkonte. Ti gjithmonë ke qenë kokfort, qeshte zonja Silva, duke treguar një foto të Elenës 5 vjeç, me krahët e kryqëzuar dhe fytyrën e vrenjtur. Njëherë vendose se do të vishje vetëm fustane të kuqe për një muaj të tërë. Nuk kishte rëndësi çfarë thosha unë, ti nuk lëshonje pe. Dhe funksionoi, pyeti Elena, duke buzëqeshur. Bleva 7 fustane të kuqe të ndryshme sepse nuk e duroja më diskutimin e përditshëm. Elena qeshi dhe Roberti vuri re se ishte hera e parë që e dëgjonte të qeshte që nga rigjetja. Ishte e njëjta e qeshur kristalore që ai e njihte, por kishte diçka më të lehtë në të tani, më spontane. Jakupi ishte tërhequr diskretisht në kuzhinë me Izabelën, duke i dhënë privatësi bashkimit familjar.
Roberti mund t'i dëgjonte duke folur me zë të ulët, Izabela duke bërë pyetje që ai nuk arrinte t'i kuptonte plotësisht. Elena, tha zonja Silva, duke u bërë më serioze, dua të dish se kur nuk ndalova së kërkuari. Roberti gjithashtu. Ne kur nuk hoqëm dorë nga ty, Elena shikoi nga nëna e saj te Roberti, dhe për herë të parë që nga rigjetja, ai pa diçka të ngjashme me fajin në sytë e saj. Më vjen shumë keq, tha ajo, që kam shkaktuar kaq shumë vuajtje. Nuk e mbaj mend se çfarë ndodhi, por e di që ju keni vuajtur për shkakun tim. Ti nuk ke pse të kërkosh falje, u nxitua të thoshte Roberti. Ajo që ka rëndësi është se ti je mirë, se je e sigurt. Por unë nuk jam më i njëjti person, apo jo? Elena që ju njihni. Ajo disi vdiq, apo jo? Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Ishte një pyetje që askush nuk donte t'i përgjigjej, por që të gjithë e kishin menduar. Ti je vajza ime, tha zonja Silva, më në fund. Me kujtes apo pa kujtes, ti gjithmonë do të jesh vajza ime. Dhe unë dua të njoh atë që je tani, jo vetëm të kujtoj atë që ishe. Elena buzëqeshi përmes lotëve. Unë do të doja t'ju njihja edhe ju. Të njihja historinë time. Ishte atëherë që ajo sugjeroi diçka që askush nuk e priste. Po sikur të përpiqesha ta ndaja kohën time? Të kaloja disa ditë me ju, disa ditë këtu? Ndoshta kështu mund të kuptoj se kush isha dhe kush jam tani. Propozimi i kapi të gjithë në befasi. Roberti ndjeu një valë shprese, por edhe shqetësimi. Jakupi u kthye nga kuzhina në atë moment, qartësisht duke e dëgjuar bisedën. Lena, je e sigurt për këtë? Pyeti ai, me një shqetësim të sinqert në zë. Duhet të provoj, Jakub. Ata janë familja ime e gjakut. Kam të drejtë t'i njoh. Dhe ata kanë të drejtë të njohin personin që jam bërë. Izabela u shfaq pas Jakupit duke i përqafuar Belin. Mami Lena do të ikë? Pyeti me një zë të vogël dhe të frikësuar. Elena u ul në gjunjë para vajzës dhe i kapi duart e vogla në të saja. Nuk do të iki, e dashur. Por do të kaloj disa ditë me këta njerëz që janë familja ime. Ashtu siç ti dhe babi jeni familja ime. Por do të kthehesh. Gjithmonë kthehem tek ti, Iza. Të premtoj. Izabela nuk dukej plotësisht e bindur, por tundi kokën. Roberti pa në fytyrën e vajzës të njëjtën frikë që ndjente ai, frikën e humbjes së Elenës nga ana tjetër. Ran dakord që Elena do të kalonte 2 javët e ardhshme duke alternuar midis 2 shtëpive. 3 ditë në vilën e Robertit, 3 ditë në shtëpinë e Jakupit, 1 ditë me zonjën Silva dhe 1 ditë për të vendosur se ku donte të qëndronte. Ishte një orar i çuditshëm, pothuajse bizar, por ishte më mirë se asgjë. Të hënën tjetër, Roberti shkoi të merrte Elenën për ta çuar në vilën ku kishin jetuar bashkë për 5 vjet. Gjatë rrugës, ai tregonte vendet e njohura, restorantin ku kishin pasur takimin e parë, librarin ku ajo kalonte orë të tëra të shtunave, spitalin ku ajo kishte lindur. Kur arritën në shtëpi, Roberti pa Elenën të shikonte fasadën madhështore me një shprehje që nuk arriti ta deshifronte. Ishte admirim? Frikësim? Nostalgji? Është e madhe, ishte gjithçka që tha. Shtëpia ishte vërtet mbresëlënëse. 3 kate, pishin, kopsht me më shumë se 20 lloje të ndryshme lulesh. Roberti e kishte bler duke menduar për të ardhmen, për fëmijët që do të kishin, për festat që do të organizonin. Tani, duke e tepërt për 2 njerëz që po njiheshin sërish. Brenda në shtëpi, gjithçka ishte saktësisht siç e kishte lënë Elena. Roberti nuk kishte prekur asgjë nga dhoma e saj, nga garderoba, nga produktet e bukurisë në banjo. Ishte si një faltore për një person që ishte zhdukur. Elena ecte nëpër dhoma si një e huaj që vizitonte shtëpinë e dikujt tjetër. Prekte objekte këtu e atje, shikonte fotot në mure, por asgjë nuk dukej se zgjonte një kujtim të rëndësishëm. Në dhomën e gjumit, ajo hapi dollapin dhe kaloi gishtat nëpër rrobat e varura. Unë I vishja këto rroba? E adhuroja atë fustanin blu, tha Roberti, duke treguar një fustan që ajo e kishte veshur në përvjetorin e fundit të martesës së tyre. Thoje se të theksonte syt. Elena e hoqi fustanin nga varsja dhe e mbajti pranë trupit, duke u parë në pasqyrë. Është I bukur. Elegant. Por nuk duket I imi. Roberti ndjeu një therje trishtimi. Rrobat e shtrenjta, këpucët e markave, bijuteritë që ai ja kishte dhuruar gjatë viteve.
Gjithçka dukej e çuditshme për Elenën e tanishme, që vishte fustane të thjeshta dhe sandale të sheshta. Ditën e parë, Roberti u përpoq të rikrijonte rutinën që kishin pasur. E çoi Elenën për mëngjes në restorantin francez që ajo e adhuronte, për shëtitje në kopshtin botanik, për drekë në klubin që frekuentonin. Në çdo vend, ai tregonte histori, tregonte foto, përpiqej të zgjonte ndonjë lidhje. Në kopshtin botanik, Elena ndaloi para një pemë ip të verdhë që ishte në lulëzim. "Unë e njoh këtë pemë," tha ajo, duke prekur trumbun. Roberti u entuziazmua. "Ti vije këtu çdo javë." Thoje se ishte vendi yt I preferuar në Tiranë. Elena mbylli sytë dhe mori frym thellë. "Ka një aromë të njohur. Dhe kam përshtypjen se jam ulur nën këtë hije më parë." U leshe. "Sillje një libër dhe qëndroje këtu me orë të tëra. Ndonjëherë vija të merja dhe ti as nuk e vije re se kisha ardhur, ishe aq e përqendruar në lexim." Por edhe me këto imazhe të shkurtra familjariteti, Elena nuk dukej e lidhur emocionalisht me vendet. Ishte sikur ajo njihte skenarin e një filmi që e kishte parë shumë kohë më parë, por nuk e mbante mend historinë. Në mbrëmje, në krevatin e madh që ata e kishin ndarë për 5 vjet, Elena flinte në anën e majt, duke lënë një hapësirë respektuese mes tyre. Roberti qëndronte zgjuar duke vëzhguar siluetën e saj në errësirë, kaq afër fizikisht dhe kaq larg emocionalisht. Ditën e dytë, Elena kërkoi të shihte albume fotosh. Ata kaluan gjithë pasditën në dhomën e ndenjes, Roberti duke rrëfyer çdo imazh, muajin e mjaltit në Karaibe, krishtlindjet në familje, ditëlindjet, udhëtimet e fundjavës. Elena I kushtonte vëmendje çdo detaj, bënte pyetje për njerëzit në foto, për vendet që kishin vizituar. "Dukesha e lumtur në këto foto," vërejti ajo, duke parë një imazh të ditëlindjes së saj të fundit, 2 muaj para zhdukjes. "Ti ishe e lumtur," u përgjigj Roberti automatikisht. Por pohimi tingëlloi rrem edhe për të. Elena e shikoi me atë shprehje hetuese që ai po mësonte ta frikësoj. "Si e di? Ti me të vërtet pyesje nëse isha e lumtur, apo thjesht supozoje se po?" Pyetja e çorientoi. "Unë? Ti kur nuk the se nuk ishe. Po a thoja se isha?" Roberti mendoi për një moment të gjatë. Elena kishte qenë gjithmonë një person I rezervuar me ndjenjat e saj. Ajo buzëqeshte, merrte pjesë në programet që ai planifikonte, pajtohej me vendimet që ai merrte. Por kur ishte hera e fundit që ajo e kishte verbalizuar lumturinë? Kur ishte hera e fundit që ajo kishte nisur një bisedë se si ndihej? "Ti nuk ishe shumë e dhënë pas të folurit për ndjenjat," pranoi ai, më në fund. "Dhe ti nuk pyesje." Nuk ishte një pyetje, ishte një konstatim. Dhe Roberti e kuptoi se ishte e vërtetë. Ditën e tretë, Elena ishte më e heshtur, më mendimtare. Në kohën e darkës, ajo kapi pirunin por nuk hëngri asgjë. "Robert," tha ajo, pa e parë, "dua të jem e sinqert me ty," zemra I rahu fort. "Për çfarë?" "Për gjithë këtë. Për këtë përpjekje për të rikuperuar jetën tonë." Elena ngriti sytë dhe Roberti pa vendosmëri në ta. "Unë nuk ndjej asgjë. Nuk ndjej dashuri, nuk ndjej lidhje, nuk ndjej mall." Shikoj këto foto dhe shoh 2 njerëz që duken të lumtur, por nuk e mbaj mend të jem ajo grua. Dhe më e rëndësishmja, nuk jam e sigurt nëse dua të bëhem sërish ajo. Roberti ndjeu sikur toka I ishte hapur nën këmbë. "Çfarë po thua?" "Po them se ndoshta Elena që ti njihje me të vërtet ka vdekur. Dhe ndoshta kjo nuk është domosdoshmërisht një tragjedi." Heshtja ushtri mes tyre si një humner. Roberti donte të protestonte, donte të argumentonte, donte ta binte se e kishte gabim. Por kishte një të vërtet në zërin e saj që ai nuk mund ta kundërshtonte. "Po Lena?" pyeti ai, me zërin e ngjirur. "Ti do ata?" Elena mendoi për një moment të gjatë. "Ndihem si në shtëpi me ta. Ndiej se mund të jem ajo që jam vërtet, pa pasur nevojë të aktroj ose të përpiqem të kujtoj të jem dikush që nuk jam më. Izabela më quan mami dhe zemra ime mbushet me dashuri. Jakupi më shikon sikur jam e mjaftueshme, saktësisht siç jam. Këtu." Ajo shikoi përreth dhomës luksoze, "Këtu ndihem si një aktore që përpiqet të interpretoj një rol që ka harruar si ta bëj." Roberti mbylli sytë, duke u përpjekur të përpunonte dhimbjen e fjalëve të saj. "Dhe nuk ka asgjë që mund të bëj? Asnjë mënyrë për të rifituar?"
Robert, tha Elena, zëri I saj më I butë tani, ti nuk po përpiqesh të më rifitosh mua. Ti po përpiqesh të ringjallësh një grua që nuk ekziston më. Dhe kjo nuk është e drejtë as me mua, as me ty, as me personin që jam bërë. Atë natë, Roberti fjeti në dhomën e miqve dhe Elena në dhomën kryesore. Të nesërmen, ajo bëri valixhet dhe u kthye në shtëpinë e Jakupit. Por para se të ikte, la një propozim që do të ndryshonte gjithçka. Dua të vazhdoj t'ju vizitoj. Dua të njoh nënën time, dua të di për historinë time. Por si Lena, jo si Elena. Nëse mund ta pranoni personin që jam tani, në vend që të përpiqeni të më transformoni në personin që isha më parë, ndoshta mund të ndërtojmë një marrëdhënie të re. Roberti qëndroi në hyrje të shtëpisë duke parë makinën e Jakupit të largohej. Elena e kishte bërë të qartë zgjedhjen e saj. Ajo nuk do të kthehej në jetën që kishin. Por ndoshta, vetëm ndoshta, ai mund të gjente një vend në jetën e saj të re. Atë pasdite, vetëm në vilën që papritur duke e pushtuar nga kujtime të zbrazta, Roberti ecte nëpër dhoma duke u përpjekur të kuptonte se çfarë kishte ndodhur. Ndaloi në zyrën ku kalonte pjesën më të madhe të kohës para zhdukjes së Elenës, duke parë tavolinën e mbuluar me letra të kompanisë, kompjuterin që nuk fikej kurrë, telefonin që binte në çdo orë. U përpoq të kujtonte bisedën e fundit të rëndësishme që kishte pasur me Elenën. Jo për fatura për të paguar apo angazhime shoqërore, por një bisedë të vërtetë për ndjenja, për ëndra, për frikëra. Nuk mundi. E kuptoi me një shtrëngim në gjoks se në vitet e fundit të martesës, ata ishin bërë dy të huaj të sjellshëm që ndanin të njëjtën hapësirë. U ngjit në dhomën e gjumit dhe hapi sërish garderobën e Elenës. Këtë herë nuk pa vetëm rroba të shtrenjta dhe aksesor elegant. Pa uniforma të një jete që ndoshta ajo nuk e kishte zgjedhur, kostume të një personaliteti që ndoshta ajo e kishte krijuar për të kënaqur pritshmëritë e tij dhe të shoqërisë ku jetonin. Roberti mori celularin dhe I telefonoi besnikut, shokut të tij më të mirë, për herë të parë në gati 2 vjet. Robert? O burr, mendova se nuk doje të flisje më me mua. Besnik, kam nevojë të pyes diçka dhe dua të jesh I sinqert me mua. Sigurisht, fol. Elena para se të zhdukej atë dukej e lumtur? Heshtja në anën tjetër të linjës ishte zbuluese. Besniku ishte psikolog, kishte një sy të mbret për sjelljet njerëzore dhe kishte qenë mik I çiftit që nga fillimi I marrëdhënies. Robert, tha besniku, më në fund, me të vërtetë do të dëgjosh përgjigjen? Më duhet ta dëgjoj. Elena gjithmonë më është dukur si një grua që po përpiqej të ishte e përsosur për ty, ajo pajtohej me gjithçka, buzëqeshte gjithmonë, kur nuk I vinte në dyshim vendimet e tua. Por lumturia nuk është mungesë konflikti. Është autenticitet. Dhe unë nuk shije autenticitet të Elena e viteve të fundit. Fjalët e besnikut konfirmuan frikërat që Roberti kishte shmangur t'i përballonte. Elena kishte qenë gruaja e përsosur sepse kishte shtypur atë që ishte vërtet. Dhe tani që ajo kishte gjetur një version autentik të vetes, nuk donte më të kthehej në performancë. Çfarë të bëj, besnik? Mëso të njohësh personin që ajo është tani. Dhe pyet veten nëse mund ta duash për atë që është vërtet, jo për atë që ti doje të ishte. Roberti e mbylli telefonin me më shumë pyetje se sa përgjigje. Por për herë të parë që nga rigjetja, filloi të kuptonte se ndoshta problemi nuk ishte humbja e kujtesës së Elenës. Ndoshta problemi ishte se ajo, më në fund, kishte gjetur veten. Pyetja që e mundonte tani ishte më komplekse se sa e kishte imagjinuar, a do të arrinte ta pranonte Lenën siç ishte, apo do të vazhdonte përjetësisht I dashuruar me fantazmën e Elenës? Dhe më e rëndësishmja, a kishte të drejtë të përpiqej të ndikonte në zgjedhjen e saj, duke e ditur se në anën tjetër ishte një fëmijë që e donte si nën dhe një burr që e pranonte saktësisht siç ishte? Këto pyetje do të bënin jehon në mendjen e tij për një kohë të gjatë, ndërsa ai përpiqej të zbulonte nëse dashuria e vërtetë do të thoshte të luftoje për dik apo ta lije atë person të lirë të zgjidhte lumturinë e vet. 2 javët në vijim ishin një periudhë provash dhe përshtatjesh për të gjithë të përfshirët. Elena mbante rutinën e saj të alternimit midis shtëpive, por Roberti e vinte re se ajo ishte gjithnjë e më e sikletosur në vilë. Ajo merrte pjesë me mirësjellje në aktivitetet që ai planifikonte, u përgjigjej pyetjeve për të kaluarën, por kishte një distancë në rritje mes tyre që asnjë përpjekje nuk dukej se mund ta zvogëlonte. Zonja Silva, nga ana tjetër, po lulëzonte në marrëdhënien e ri për të rirë me të bijën.
Elena e vizitonte nënën çdo të enjte dhe ato kalonin orë të tëra duke gatuar bashk, duke dëgjuar muzikë të vjetër, duke shfletuar albume familjare. Lidhja mes tyre ishte e sinqertë dhe forcohej me çdo takim. Zonja Silva e kishte pranuar shpejt se e bia ishte tani një person tjetër dhe në vend që të përpiqej të rikuperonte të kaluarën, po ndërtonte një marrëdhënie të re në të tashmen. Elena sot më mësoi të bëj një kek me çokoladë që e mësoi nga Jakupi, i tregoi zonja Silva Robertit një pasdite të enjteje, kur ai kaloi për ta marrë. Është ndryshe nga receta që unë i bëja kur ishte fëmijë, por është e shijshme. Ajo është e lumtur, Robert. Vërtet e lumtur. Roberti i dëgjonte këto histori me një përzierje gëzimi dhe trishtimi. Gëzoi që Elena ishte mirë, por i dhimbte të kuptonte se kjo lumturi nuk e përfshinte atë. Më keq akoma, filloi të pranonte se ndoshta nuk e kishte përfshirë kurrë. Të premten në mëngjes të javës së dytë, Roberti vendosi të provonte një qasje tjetër. Në vend që ta çonte Elenën në vende që frekuentonin bashk, donte t'i tregonte hapësira të shtëpisë që ndoshta do të zgjonin kujtime më të thella dhe intime. Elena, i tha gjatë mëngjesit, ka një dhomë në shtëpi që ti ende nuk e ke parë që kur je kthyer. Ajo ngriti syt nga pjata, kurreshtare. Cila? Roberti hezitoi. Ishte një rrezik, por ndoshta ishte i nevojshëm. Dhoma që përgatitëm për fëmijën tonë të ardhshëm. Shpreha e Elenës ndryshoi në mënyrë delikate. Nuk ishte njohje, por diçka e ngjashme me shqetësimin. Ne patëm një fëmijë? Jo. Por po përpiqeshim. Dhe ti kishe filluar të përgatisje një dhomë në rast se. Roberti nuk e mbaroi fjalinë. E udhëhoqi Elenën nëpër korridorin e katit të dytë deri te një derë që kishte mbetur e mbyllur për më shumë se një vit. Kur e hapi, një erë myku dhe pluhuri i priti. Dhoma ishte saktësisht siç e kishte lënë Elena, mure të lyera me të verdhë të çelët, një krevat fëmijësh prej druri në qendër, një koltuk gjithënieje në cep, rafte me libra për fëmijë dhe arusha pelushi. Elena hyri ngadalë, sikur po shkelte në tokë të shenjtë. Kaloi gishtat nëpër krevatin e fëmijës, mori një arush pelushi që ishte mbi komodinë. Unë e dekorova këtë, pyeti, me zërin më të ulët se zakonisht. Ti kalove javë të tëra duke zgjedhur çdo detaj. Doje të ishte e përsosur, neutrale, sepse donim të ishte surprizë nëse ishte djalë apo vajzë. Elena u ul në koltukun e gjithënies dhe mbylli sytë. Roberti pa një shprehje përqendrimi në fytyrën e saj, sikur po përpiqej të kujtohej. Duart e saj lëvizën instinktivisht drejt barkut, në një gjest që ai e njihte nga koha e shtatëzanisë. Robert, tha ajo, me zërin që i dridhej, ndjej diçka të çuditshme këtu brenda. Si një mall për diçka që nuk e di se çfarë është. Çfarë ndodhi me foshnjën tonë? Pyetja që Roberti e kishte frikësuar që kur vendosi t'i tregonte dhomën. Ai e dinte se do t'i duhej t'ia tregonte përfundimisht, por ende nuk ndihej i përgatitur për t'i rjetuar ato ditë të tmerrshme. Ti e humbe foshnjën. Në muajin e 4 të shtatëzanisë. Ishte shumë e vështirë për ty për ne të dy. Elena hapi syt ngadalë dhe e shikoi drejt për drejt, sikur mund të lexonte të vërtetën të shkruar në fytyrën e tij. Kur? 3 javë para se të zhdukeshe. Elena kaloi gishtat nëpër krahët e koltukut, duke ndjer teksturën e pëlhurës së butë që ajo e kishte zgjedhur posaçërisht për ninullat e natës. Si ndodhi? Më kujtohet dhimbja. Shumë dhimbje. Dhe ti që më thoje se gjithçka do të shkonte mirë. Roberti u afrua ngadalë, sikur ajo të ishte një kafshë e plagosur që mund të trembej. Ishte një të hënë në mëngjes. Do të dilnim për te mjeku, për ekografin rutin. Ti ishe e emocionuar, doje të zbuloje nëse mund të shihej gjinia e foshnjës. Por kur u ngrite nga krevati, kishte gjak, e plotësoi Elena, me zërin pothuajse një pëshpërim. Shumë gjak. Po. Të çova me vrap në spital. Ti ishe e tmerruar, duke thënë se kishe bërë diçka gabim, se ndoshta kishe punuar shumë, se ndoshta nuk duhej ti kishe mbajtur ata libra të rënd për të organizuar bibliotekën e foshnjës. Elena u ngrit nga koltuku dhe eci drejt krevatit, duke kaluar duart nëpër kangjellat e drurit. Dhe mjeku tha se nuk ishte faji im. Tha. Shpjegoj se këto gjëra ndodhin, se fetusi nuk po zhvillohej siç duhet. Se nuk kishte asgjë që mund të kishe bërë ndryshe. Roberti bëri një pauzë, duke kujtuar dhimbjen e tij të asaj dite.
Ti e fajsove vetëm për javë të tëra. Heshtja që pasoi ishte e ngarkuar me një kuptim të dhimbshëm. Pjesët e puzleit më në fund u bashkuan. Trishtimi i pashpjegueshëm i Elenës në javët e fundit, distanca emocionale, të qarat e papritura që zonja Silva kishte përmendur. Më kujtohet, përshpëriti Elena me duart mbi barë. Jo qartë, por më kujtohet dhimbja. Fizike dhe emocionale. Më kujtohet të kem qenë në këtë dhomë, duke parë krevatin bosh dhe duke u ndjerë sikur bota kishte mbaruar. Roberti ju afrua, duke dashur ta ngushëllonte, por Elena ngriti një dorë që ai të ndalonte. Si reagove ti kur humbëm foshnjën? Pyeti ajo. Pyetja e kapi Robertin të papërgatitur. Unë u mërzita gjithashtu, sigurisht. Por u përpoqa të isha i fortë për ty, jo, Elena tundi kokën. Si reagove me të vërtetë? Roberti u përpoq të kujtonte ato ditë të tmerrshme. Elena e kishte humbur foshnjën një të hënë në mëngjes. Ata po përgatiteshin të shkonin te mjeku për ekografin rutin kur ajo filloi të kishte gjakderdhje. Në spital, mjeku konfirmoi atë që të dy e dinin tashmë, nuk kishte më rrahje zemre. Unë thash se mund të provonim sërish, pranoi Roberti, më në fund. Thash se ishe e re, se do të kishim mundësi të tjera. U përpoqa të bëja të shikoje drejt së ardhmes në vend që të ngecje në atë që kishim humbur. Elena e shikonte me një shprehje që ai nuk arrinte ta deshifronte. Dhe kur unë thash se nuk doja të provoja sërish kaq shpejt, se kisha nevojë për kohë për të përpunuar humbjen, Roberti ndjeu një shtrëngim në gjoks. Ai e mbante mend atë bisedë, por në atë kohë e kishte interpretuar hezitimin e Elenës si frikë natyrale, diçka që do të kalonte me kohën. Unë thash se sa më shumë të prisnim, aq më e vështirë do të ishte. Se ilaçi më i mirë për trishtimin do të ishte një shtatzënie e re. Dhe kur unë u përpoqa të flisja për ndjenjat e mia, se si ndjesha e zbrazët, se si kisha frikë se diçka nuk shkonte me mua. Çdo pyetje ishte si një goditje me thikë. Roberti kujtonte tani, me një qartësi të dhimbshme, se si kishte minimizuar ndjenjat e Elenës, si ishte përpjekur të përshpejtonte shërimin e saj, si ishte bërë i paduruar me atë që e konsideronte një melankoli të tepruar. Mendova se po ndihmoja, tha ai, me zërin e thyrë. Mendova se nëse ti nuk do të mendoje për këtë. Ti nuk më le të ndjeja, e plotësoi Elena. Nuk më le të përpunoja humbjen e fëmijës tonë. Dhe kur kisha më shumë nevojë për ty, ti ishe i shqetësuar për të vazhduar përpara. Roberti u ul në dyshemen e dhomës së foshnjës, me këmbët që i dridheshin. Elena, më vjen shumë keq. Nuk e dija, nuk e kuptoja. Dhe prandaj ika, tha ajo, më shumë për vete se sa për të. Jo me vetdije, ndoshta. Por diçka brenda meje duhej të shpëtonte nga një vend ku dhimbja ime nuk ishte e vlefshme, ku ndjenjat e mia nuk kishin rëndësi. Ata qëndruan në heshtje për disa minuta, të rrethuar nga gjurmët e një ëndre që nuk u realizua kurrë dhe që ndoshta ishte fillimi i fundit të martesës së tyre. Robert, tha Elena, duke u ngritur më në fund nga koltuku, më duhet të iki. Më duhet të kthehem në shtëpi. Kjo është shtëpia jote, protestoi Roberti dobët. Jo. Shtëpia është aty ku pranohemi siç jemi, ku ndjenjat tona respektohen, ku na duan jo vetëm kur jemi të përshtatshëm. Elena shikoi përreth dhomës për herë të fundit. Kjo ishte shtëpia e Elenës që ti doje të isha. Jo e personit që jam vërtet. Roberti e ndoqi deri në dhomën kryesore, ku Elena bëri valixhet shpejt. Ajo mori vetëm rrobat që kishte sjell nga shtëpia e Jakupit, duke lënë pas të gjitha veshjet e shtrenjta të garderobës së vjetër. Të lutem, u lut Roberti, mos ik kështu. Mund të flasim, mund të përpiqemi të kuptojmë më mirë. Robert, ti kalove 3 ditë duke u përpjekur të më bindje të jem dikush që nuk jam më. Dhe tani që zbuluam pse më duhej të ikja herën e parë, ti ende do që unë të qëndroj? Elena e mbylli valixhen me vendosmëri. Nuk mund të jetoj në një marrëdhënie ku autenticiteti im shihet si një problem për t'u zgjidhur. Kur arritën në shtëpinë në Laprak, Izabela vrapoi për të përqafuar Elenën sikur ajo të kishte qenë larg për muaj të tërë në vend të vetëm 3 ditëve. Jakupi ishte në garazh, si gjithmonë, por Roberti vuri re se ai u lehtësua dukshëm kur pa Elenën të kthehej. Babi, mami Lena u kthye. Ajo solli kukullat që i dha xhaxhi Roberti, bërtiti Izabela, duke e tërhequr Elenën për dore brenda në shtëpi. Roberti e vëzhgoi skenën me zemrën të shtrënguar.
Lehtësia me të cilën Elena përshtatej në atë dinamik familjare, buzëqeshja e sinqertë që shfaqej në fytyrën e saj kur ishte me ata njerëz, mënyra se si i lironte supet sapo shkelte në atë shtëpi të thjeshtë. Jakupi u afrua, duke fshirë duart në leckë si gjithmonë. Gjithçka në rregull, pyeti, duke shikuar nga Elena te Roberti. Tani po, u përgjigj Elena, dhe Roberti e kuptoi se ishte e vërtetë. Ajo me të vërtetë ishte më mirë atje, me ta. Jakub, tha Roberti, duke mbledhur guximin për një bisedë që e kishte shtyr për javësh, mund të flasim? Vetëm për vetëm? Dy burrat ecën deri te punishtja e vogël e improvizuar në garazh. Mes veglave të vjetra dhe pjesëve të motorëve, ata më në fund patën bisedën që të dy e dinin se ishte e nevojshme. Era e vajit dhe metalit binte në kontrast me intensitetin emocional të momentit. Roberti vëzhgoi Jakupin duke organizuar disa çelësa francez në banak, duke kuptuar se lëvizjet e burrit ishin një mënyrë për të përballuar nervozizmin. Ti e do atë? Pyeti Roberti drejt për drejt, pa e zgjatur. Jakupi ndaloi së organizuari veglat dhe shikoi drejt për drejt në sytë e Robertit. Po. Thellësisht. Prej sa kohësh? Që nga dita e parë që ajo i buzëqeshi Izabelës. Që kur pash se si u kujdes për vajzën time kur as nuk e mbante mend se kush ishte. Jakupi u mbështet në banak, duke zgjedhur fjalët me kujdes. E di, Robert, kur Lena erdhi këtu, ajo ishte e thyer. Jo vetëm nga amnezia, por kishte një trishtim të thellë tek ajo, sikur një pjesë e shpirtit të saj ishte plagosur shumë kohë para aksidentit. Roberti gëlltiti me vështirësi. Çfarë lloj trishtimi? Lloji që vjen kur dikush ka kaluar shumë kohë duke pretenduar se është diçka që nuk është. Ajo qante në gjumë, ndonjëherë. Dhe fliste në gjumë se ndiej zbrazët, se nuk dinte se kush ishte vërtet. Jakupi fshiu duart në leckë, një zakon që Roberti tashmë e kishte vënë re se e bënte kur ishte i menduar. Por dalë nga dalë, duke jetuar këtu, duke u pranuar thjesht siç ishte, ai trishtim iku. Ajo lulëzoi, e di? Si një bim që më në fund mori dritën e duhur. Roberti ndjeu një shtrëngim në gjoks. Dhe ti kur nuk u përpoqe të përfitoje nga dobësia e saj? Kur? Përgjigjja erdhi e shpejtë dhe e prerë. I ofrova stre, kujdes, respekt. Kur nuk e kam presionuar për asgjë. Kur kuptova se po dashurohesha, u tregova shumë i kujdesshëm për të mos ndikuar në vendimet e saj. Izabela kishte nevojë për një figurë amtare dhe Lena natyrshëm e mori këtë rol. Ndjenjat e mia erdhen më pas si pasojë e asaj që pash, një grua bujare, e dashur, autentike. Dhe ajo të përgjigjet? Jakupi shikoi nga dritarja e ndotur e garazhit, ku mund të shihnin Elenën duke luajtur me Izabelën në oborrin e vogël. Dielli i pasdites krijonte një aureol të artë rreth tyre. Sinqerisht, nuk e di. Ajo ka dashuri për mua, kjo është e qartë. Kujdeset për mua kur jam i sëmur, buzëqesh kur arri në shtëpi pas një dite të vështirë, shfaq afeksion në shumë mënyra të vogla dhe domethënëse. Dhe e adhuron Izabelën sikur të ishte bija e saj e gjakut. Ai bëri një pauzë, duke kaluar dorën nëpër flokët e thinjur. Por nëse është dashuri romantike, këtë vetëm ajo mund ta thotë. Dhe unë kur nuk e kam pyetur drejt për drejt sepse nuk dua ta presionoja. Roberti e admiroi sinqeritetin dhe durimin e burrit. Si arrin të jetosh me këtë pasiguri? Sepse ajo që kemi tashmë është më shumë se sa kam ndëruar të kem në jetë. Izabela është e lumtur, ka një nën që e do, unë kam një partnere që sjell paqe dhe gëzim në shtëpinë tonë. Nëse një ditë ajo vendos se dëshiron diçka më shumë ose diçka ndryshe, do ta respektoj. Nuk do të përpiqem ta mbaj të lidhur. Nëse ajo zgjedh të qëndrojë me ty, do ta pranosh që ndoshta një pjesë e zemrës së saj do t'i përkas gjithmonë të kaluarës që ajo e humbi? Pyetja e befasoi Jakupin. Ishte bujare dhe e dhimbshme në të njëjtën kohë, duke ardhur nga burri që po humbiste gruan që donte. Robert, nëse ajo zgjedh të qëndrojë me mua, do të jetë sepse dëshiron të jetë këtu, në të tashmen, duke ndërtuar diçka të re. E kaluara që ajo humbi përfshin dhimbje, traumë, një version të saj që ndoshta kur nuk ka qenë plotësisht e lumtur. Nëse ndonjë pjesë e zemrës së saj ende mbart dashuri për atë që ti ishe për të, e pranoj këtë. Por nuk do të konkurroj me fantazma. Dhe as ti nuk duhet. Roberti kuptoi se kishte mësuar më shumë për marrëdhëniet në 10 minutat e fundit me Jakupin se sa në vite martesë.
Ti je një burr më i mirë se unë, pranoi ai. Nuk jam më i mirë. Thjesht kam mësuar se dashuria e vërtet nuk është pronësi, por liri. Lena ma mësoi këtë. Kur u kthyen në shtëpi, gjetën Elenën në kuzhinë duke përgatitur darkën me Izabelën. Ishte një skenë e thjesht shtëpiake, por që rezatonte një paqe që Roberti nuk e kishte përjetuar kur në vilën e tij luksoze. Robert, e thiri Elena, do të hash darkë me ne? Ishte një ftesë e ngarkuar me simbolik. Roberti pranoi dhe për herë të parë u ul në tryezën e thjeshtë të kuzhinës si një i ftuar në jetën e re të Elenës, jo si dikush që përpiqej të pretendonte pronësi mbi të. Gjatë darkës, Izabela tregoi për shkollën, për vizatimet që po bënte për të dekoruar dhomën e saj dhe të mami Lenës. Jakupi foli për një makinë të vjetër që po restauronte. Elena ndau histori nga vizitat e nëna e saj, nga recetat që po mësonte, nga librat që po lexonte. Roberti kuptoi se për herë të parë që nga rigjetja, ai po njihte me të vërtet atë që ishte bërë Elena. Jo Elenën që ai mbante mend, jo Elenën që donte të rikuperonte, por Lenën, një grua që kishte gjetur gëzim në gjërat e thjeshta, që kishte zbuluar dashurinë amtare që ndoshta nuk e dinte se e kishte, që kishte mësuar të shprehte ndjenjat e saj pa frikën e gjykimit. Pas darkës, ndërsa Elena po vinte Izabelën për të fjetur, Roberti dhe Jakupi qëndruan në dhomën e vogël, duke pirë kafe dhe duke biseduar për futboll, punë, jetën e përditshme. Ishte e çuditshme, por Roberti ndihej më i relaksuar në atë shtëpi se sa ishte ndjer prej muajsh. Kur Elena zbriti pasi vuri Izabelën për të fjetur, ajo ul në divan midis dy burrave dhe bëri një njoftim që askush nuk e priste. Dua që të dy ta dini se kam marrë një vendim se si dua ta organizoj jetën time tani e tutje. Roberti ndjeu zemrën t'i rrite fort. Ky ishte momenti që e kishte frikësuar dhe pritur me të njëjtën mas. Dua të vazhdoj të jetoj këtu, me Jakupin dhe Izabelën. Kjo është shtëpia ime, kjo është familja ime. Ajo shikoi Robertin para se të vazhdonte. Por gjithashtu dua të mbaj një marrëdhënie me ty dhe me nënën time. Jo si ish burr dhe ish grua që përpiqen të rikrijojnë të kaluarën, por si njerëz që kujdesen për njëri tjetrin dhe që ndajnë një histori. Roberti u përpoq të përpunonte atë që ajo po thoshte. Nuk ishte pajtimi që ai kishte shpresuar, por as nuk ishte ndarja totale që ai e kishte frikësuar. Çfarë do të thotë kjo saktësisht? Pyeti ai. Do të thotë se ti gjithmonë do të jesh i mirë pritur këtu. Do të thotë se dua që ti të njohësh personin që jam tani, dhe që unë dua të njoh personin që ti mund të jesh kur nuk po përpiqesh të rikuperosh diçka që ka kaluar. Elena bëri një pauzë duke e parë në sy. Do të thotë se do të përpiqemi të ndërtojmë një formë të re marrëdhënieje, të bazuar në atë se kush jemi sot, jo në atë se kush ishim dje. Jakupi kishte qëndruar i qetë gjatë gjithë deklaratës, por Roberti pa në fytyrën e tij një shprehje paqeje dhe pranimi. Po ne, pyeti Roberti, duke bërë një gjest të vagëlt midis tij dhe Elenës. Nuk ka më ne në kuptimin romantik, tha Elena, me butësi por me vendosmëri. Ajo pjesë e historisë son mbaroi kur Elena që ti njihje u zhduk. Por mund të ketë një formë të re lidhjeje nëse je i gatshëm ta pranosh. Roberti ndjeu lotët t'i digjinin pas syve. Nuk ishte ajo që kishte ëndërruar gjatë gjithë atyre muajve të kërkimit, por ndoshta ishte më mirë se sa ta humbiste Elenën plotësisht. Po ti, e pyeti Jakupin. Si ndihesh me gjithë këtë? Jakupi shikoi Elenën me aq shumë dashuri në sy sa që Roberti ndjeu një therrje ziliqeje dhe admirimi në të njëjtën kohë. Lena është një grua e lirë për të bërë zgjedhjet e saj, tha Jakupi. Nëse ajo zgjedh të ndaj kohën dhe dashurinë e saj midis disa njerëzve që e duan, unë vetëm mund të ndihem me fat që jam njëri prej tyre. Elena buzëqeshi dhe kapi dorën e Jakupit dhe Roberti pa në atë gjest të thjesht më shumë intimitet dhe lidhje se sa ai dhe Elena kishin ndarë në vitet e fundit të martesës së tyre. Robert, tha Elena, ti duhet të vendosësh nëse mund ta pranosh këtë. Nëse mund të më duash si mik, si familje, pa pritur që unë të bëhem sërish gruaja jote. Sepse unë nuk do të kthehem pas. Roberti shikoi përreth dhomës së thjeshtë, gruan që e kishte dashur dhe humbur, burrin që e kishte gjetur dhe strehuar, fotot e një vajze që tani e quante Elenën nën. Ishte kaq ndryshe nga gjithçka që ai kishte planifikuar për jetën e tij, por kishte një autenticitet atje që jeta e tij e mëparshme nuk e kishte pasur kurrë. Mundem të vi t'ju vizitoj ndonjëherë? Të njoh më mirë se kush jeni si familje. Gjithmonë, u përgjigj Elena pa hezitim.
por vetëm nëse premton se nuk do të përpiqesh të më ndryshosh, nuk do të përpiqesh të më bindësh të kthehem, nuk do të konkurosh me atë që kemi ndërtuar këtu. Roberti mori frymë thellë. Ishte një ofertë bujare, duke pasur parasysh gjithçka që kishte ndodhur. Ai mund të vazhdonte të ishte pjesë e jetës së Elenës, edhe pse në një formë krejtësisht të ndryshme nga ajo që kishte imagjinuar. Pranoj, tha ai, dhe për herë të parë prej muajsh, u ndje në paqe me një vendim. Atë natë, Roberti u kthye në vilën e tij të zbrazët me një zemër që ishte e thyer por gjithashtu, në një farë mënyre, e shëruar. Elena ishte gjallë, ishte e lumtur, ishte e sigurt. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, ata mund të ndërtonin diçka të re mbi rënojat e asaj që ishte humbur. Ai nuk e kishte rikuperuar gruan e tij, por ndoshta kishte fituar diçka edhe më të vlefshme, shansin për të njohur me të vërtetë personin që ishte bërë Elena, dhe për të zbuluar se kush mund të bëhej ai vetë kur të ndalonte së jetuari në të kaluarën dhe të fillonte të pranonte të tashmen. 6 muaj kaluan që nga ajo natë vendimtare në shtëpinë në Laprak, dhe jeta kishte gjetur një ritëm të ri për të gjithë të përfshirët. Roberti e kishte shitur vilën në jug të Tiranës dhe ishte transferuar në një apartament më të vogël dhe më të ngrohtë në komunën e Parisit, afër zonës Silva. Vendimi i kishte befasuar të gjithë, përfshirë edhe atë vetë, por kishte kuptim në një mënyrë që ai ende po mësonte ta kuptonte. Ishte një shtunë me diell në mëngjes kur Roberti parkoi makinën para shtëpisë familjare që tashmë e njihte përmendësh. Në muajt e fundit, këto vizita ishin bërë pjesë e rutinës së tij. Jo më si burri i dëshpëruar që përpiqej të rikuperonte gruan e humbur, por si dikush i interesuar sinqerisht për të qenë pjesë e jetës së përditshme të atyre njerëzve që Elena tani i quante familje. Jakupi e priti në derë me një tundje koke, duart tashmë të ndotura me graso edhe pse ishte vetëm ora 9 e mëngjesit. Robert. Arrite herët sot. Lena dhe Izabela ende po bëjnë petulla. Ishte mbresëlënëse se si marrëdhënia midis dy burrave kishte evoluar. Ajo që filloi si një tension territorial ishte shndërruar në një miqësi të sinqertë, të ndërtuar mbi respektin e ndërsjellë dhe dashurinë e përbashkët për Elenën dhe Izabelën. Roberti kishte mësuar shumë për mekanikën në muajt e fundit, duke ndihmuar Jakupin me restaurimet e makinave të vjetra në fundjavë. Në këmbim, ai e kishte ndihmuar Jakupin të organizonte financat e punishtes së vogël dhe madje i kishte gjetur disa klientë të rinj përmes kontakteve të tij të biznesit. Çfarë po restauroni sot? Pyeti Roberti, duke ndjekur Jakupin deri në garazh. Atë buburecin e vitit 1978 që erdhi javën e kaluar. Pronari do t'i bëj një surprizë së bijës që diplomohet në fakultet. Jakupi zbuloi një makinë blu të çelët që ishte me motorin të çmontuar plotësisht. Do t'i hedhësh një sy? Duart e tua janë më të pastra se të mia. Roberti buzëqeshi dhe përveshi mëngët e këmishës. Kishte diçka terapeutike në punën me duar, në riparimin e diçkaje të prishur dhe në shikimin e saj të kthehej në jetë. Ishte shumë ndryshe nga puna abstrakte e ndërtimit që ai bënte prej vitesh. Babi. Xhaxhi Robert. Izabela u shfaq me vrap nga kuzhina, me gojën të ndotur me reçel dhe një buzëqeshje rrezatuese. Në muajt e fundit, ajo kishte filluar ta quante Robertin Xhaxha natyrshëm, pa ja sugjeruar askush. Për Robertin, ai titull i thjesht do të thoshte më shumë se çdo kontratë biznesi që kishte nënshkruar ndonjëherë. Përshëndetje, princeshë. Si jam petullat? Mami Lena tha se mund të hash me ne, por duhet të lash duart së pari sepse i ke të ndotura nga makina. Roberti qeshi. Mami Lena ka të drejtë, si gjithmonë. Të takoje Elenën në kuzhinë ende i shkaktonte një therrje emocioni Robertit, por ishte një emocion tjetër tani. Jo më dhimbja e dëshpëruar e humbjes, por diçka më e ngjashme me mirënjohjen. Mirënjohje që ajo ishte mirë, që ishte e lumtur, që ai mund të ishte pjesë e kësaj lumturie në një mënyrë të re. Mirëmëngjes, Robert, tha Elena, duke u kthyer nga sobë me një shpatull në dorë. Kishte veshur një përparse me lule që zonja Silva ia kishte dhuruar dhe kishte miell në hunë. Shpresoj të jesh i uritur, sepse Izabela këmbënguli të bënte petulla për një ushtri. Gjithmonë jam i uritur për petullat e tua, u përgjigj Roberti, dhe kuptoi se ishte e vërtetë. Ushqimi i shtëpisë që përgatiste Elena kishte një shije shtëpie që ai nuk e kishte provuar kur më parë. Gjatë mëngjesit, Izabela tregoi për projektin e shkencës që po bënte për shkollën mbi ciklin e ujit.
Elena foli për kursin e gatimit që kishte filluar në një shkollë teknike aty pranë, një ëndër që e kishte zbuluar vetëm së fundmi. Jakupi komentoi për punishten, e cila po ecte aq mirë sa që po mendonte të punësonte një ndihmës. Po ti, Robert, pyeti Elena, duke i vendosur edhe një petull në pjath. Si po shkojnë gjërat në punë? Roberti i kishte reduktuar në mënyrë drastike orët e tij në kompani, duke deleguar më shumë përgjegjësi te stafi i tij dhe duke u fokusuar vetëm në projektet që e interesonin vërtet. Në fakt, kam një lajm të ri. Kam vendosur të filloj një projekt të ri. Ai tregoi për idenë që po e piqte prej javësh, të përdorte përvojën e tij në ndërtim për të zhvilluar banesa sociale me cilësi në lagjet periferike. Ishte një projekt që kombinonte përgjegjësinë sociale me qëndrueshmërinë ekonomike, diçka që i jepte një qëllim të vërtet punës së tij. Sa fantastike, Robert, tha Elena, me sytë që i shkëlqenin nga entuziazmi i sinqert. Ti gjithmonë ke qenë i zoti në ndërtimin e gjërave të bukura. Tani do të ndërtosh gjëra të bukura që gjithashtu bëjnë një ndryshim në jetën e njerëzve. Ishte lloji i mbështetjes që Roberti nuk e kishte marrë kurrë prej saj gjatë martesës, dhe ai e kuptoi se ishte sepse tani ajo e shihte vërtet siç ishte, jo si versionin e idealizuar të burrit të suksesshëm që ai përpiqej të ishte më parë. Pas mëngjesit, ndërsa Jakupi u kthye në garazh dhe Izabela doli të luante me fqinjet, Roberti dhe Elena qëndruan në kuzhinë duke larë enët bashkë. Ishte një aktivitet i thjeshtë që ata e kishin zhvilluar gjatë muajve, një moment bisede të qetë që gjithmonë i afronte. Robert, tha Elena, duke tharë një pjatë, mund të pyes diçka? Sigurisht. A je i lumtur? Dua të them, me jetën tënde siç është tani? Ishte një pyetje që ajo ja bënte her pas here, dhe Roberti e dinte se vinte nga një shqetësim i sinqert. Elena ndihej përgjegjëse që i kishte shkatëruar jetën që ai kishte planifikuar, edhe pse ai ja kishte shpjeguar shumë herë se ajo, në fakt, e kishte liruar nga një jetë që nuk ishte vërtet e tij. Jam më i lumtur se sa kam imagjinuar ndonjëherë se mund të isha pasi të humba, u përgjigj Roberti sinqerisht. Jo në mënyrën që prisja, jo në mënyrën që planifikova. Por po, jam i lumtur. Elena buzëqeshi, dhe Roberti pa në atë buzëqeshje një paqe që ajo nuk e kishte shfaqur kurrë gjatë martesës. Ndonjëherë ndihem fajtore që jam kaq e lumtur gjithashtu. Sikur të mos kisha të drejtë, pas gjithë asaj që ndodhi. Elena, Roberti ndaloi se lari enët dhe u kthye për ta parë drejt për drejt, ti meriton gjithë lumturinë e botës. Dhe ajo që kemi tani është më e mirë se ajo që kishim më parë. Është e vërtetë. Në atë moment, zonja Silva erdhi për drekën e së dielës, një traditë që ishte vendosur natyrshëm në muajt e fundit. Ajo sillte gjithmonë një ëmbëlsirë shtëpie dhe histori për fqinjet e pallatit që i argëtonin të gjithë. Robert, i dashur, e përshëndeti ajo, duke e puthur në faqe. Si është biznesmeni ynë social? Zonja Silva ishte përshtatur me konfigurimin e ri familjar me një mençuri dhe bujari që i impresiononte të gjithë. Ajo e trajtonte Robertin si bir, Jakupin si një dhëndër të dashur dhe Izabelën si mbesën që nuk e kishte pasur kurrë. Për të, familja nuk përcaktohej nga dokumentet apo traditat, por nga dashuria dhe prania. Gjatë drekës, të përgatitur me 6 duar në kuzhinën e vogël, ata biseduan për planet e javës. Izabela kishte një prezantim në shkollë të enjten dhe donte që të gjithë të ishin të pranishëm. Elena kishte caktuar një takim me koordinatorin e kursit të gatimit për të diskutuar mundësinë e bërjes së një praktike në restorante. Jakupi ishte i emocionuar sepse buburreci i javës së kaluar ishte gati dhe pronari do të vinte ta merrte të hënën. Dhe të shtunën që vjen, njoftoi zonja Silva, dua që të gjithë të vini në apartamentin tim. Do të bëj atë lazanjen që Elena e adhuronte kur ishte fëmijë. Dua të shoh nëse ende i pëlqen. Ishte mbresëlënëse se si zonja Silva arrinte të krijonte momente lidhjeje midis të kaluarës dhe të tashmes së Elenës, pa i detyruar kujtimet apo pa krijuar presion. Ajo e kishte kuptuar intuitivisht se jeta e re e së bijës nuk e fshinte historinë e mëparshme, por gjithashtu nuk duhej të kufizohej prej saj. Pas drekës, ndërsa të rriturit pinin kafe në dhomën e vogël, Izabela solli një album fotosh që po e montonte vetë. Ishin foto të kohëve të fundit, të 6 muajve të fundit, që tregonin evolucionin e familjes që ata kishin ndërtuar. Roberti shfaqej në shumë prej tyre, duke ndihmuar Jakupin në garazh, duke luajtur me Izabelën në park, duke biseduar me Elenën në kuzhinë, duke qeshur me zonjën Silva gjatë drekave të së dielës.
Shiko këtë këtu, Xhaxhi Robert, Izabela tregoi një foto ku Roberti po e mësonte të përdorte një çelës francez, të dy me shprehje të përqendruara. Mami Lena tha se ti nuk dije asgjë për mekanikën kur erdhe këtu, por tani mund ta ndërrosh një gomë vetë. Roberti qeshi, duke kujtuar se sa i ngathet ishte me vegla në fillim. Është e vërtetë. Babi Jakupi është një mësues shumë i durueshëm. Dhe shiko këtë, Izabela ktheu faqen duke treguar një foto nga festa e ditëlindjes së Elenës muajin e kaluar. Roberti kishte organizuar një surprizë të thjeshtë në oborrin e shtëpisë, me drita krishtlindjes të varura në pemën e manit dhe një tortë që zonja Silva e kishte bërë. Elena shfaqej në foto duke qeshur, e rrethuar nga njerëzit që donte, me një shprehje lumturie të pastër që Roberti nuk e kishte parë kurrë gjatë viteve të martesës. Kjo është fotoja ime e preferuar, tha Elena, duke marrë albumin. Sepse tregon se si dashuria mund të ketë shumë forma të ndryshme. Roberti shikoi sërish foton dhe kuptoi se ajo kishte të drejtë. Aty ishin 5 njerëz që e donin njëri tjetrin në mënyra krejtësisht të ndryshme, dashuria amtare midis Elenës dhe Izabelës, dashuria romantike diskrete por e thellë midis Elenës dhe Jakupit, dashuria filiale e ri për të rirë midis Elenës dhe zonjës Silva, dashuria miqësore besnike që ishte rritur midis Robertit dhe Jakupit, dhe dashuria e transformuar por e vërtet që ende ekzistonte midis Robertit dhe Elenës. Robert, tha Jakupi, kam një propozim për ty, të gjithë e shikuan, kureshtar. Jakupi nuk ishte nga ata që bënin njoftime dramatike. Punishtja po rritet dhe kam nevojë për dikë që të kujdeset për pjesën administrative. Dikush që kupton nga biznesi, që di të merret me furnitorët, që mund të më ndihmojë të zgjerohem në mënyrë të organizuar. Ai bëri një pauzë duke parë Robertin. Nuk po ofroj bamirësi. Po ofroj një partneritet. Ti do të hyje me kapital dhe njohuri biznesi, unë me ekspertizën teknike dhe klientelën e krijuar. Roberti mbeti i befasuar. Ishte një propozim krejtësisht i papritur, por që kishte kuptim në një mënyrë që ai nuk e kishte konsideruar më parë. Je i sigurt për këtë, Jakub? Absolutisht. Kam folur tashmë me Lenën për këtë. Ajo mendon se do të ishte e mrekullueshme të punonim bashkë zyrtarisht, në vend që ti vetëm të më ndihmosh në mënyrë jo formale në fundjavë. Elena tundi kokën duke buzëqeshur. Mendoj se do të bënit një ekip të mirë. Dhe do të ishte mirë për Izabelën të kishte pranë më shpesh gjatë javës. Roberti shikoi përreth tryezës, këta njerëz që ishin bërë familja e tij në një mënyrë që ai nuk e kishte imagjinuar kurrë. Propozimi i Jakupit përfaqësonte më shumë se një mundësi biznesi. Ishte një ftesë për t'u integruar edhe më thellë në atë jetë që ata po ndërtonin bashkë. Pranoj, tha ai, duke i zgjatur dorën Jakupit. Por me një kusht. Cili? Dua që një pjesë e fitimeve të destinohet për një fond për Izabelën. Për fakultetin, për ëndrat e saj, për çfarëdo që ajo do të dojë të bëjë në të ardhmen. Jakupi ja shtrëngoi dorën fort dhe Roberti pa lot në sytë e burrit që ishte bërë shumë më tepër se një kunat apo ortak. Ishte vërtet një vëlla. Izabela u hodh nga karrigia dhe e përqafoi fort Robertin. Tani do të punosh me babin çdo ditë? Dhe do të mund të më marrësh nga shkolla kur ata të jenë të zënë? Nëse mamaja dhe babi yt të lënë, po. Sigurisht që po, tha Elena me zërin e emocionuar. Ti tashmë je pjesë e rutinës son. Tani vetëm do të jetë zyrtare. Atë pasdite, pasi zonja Silva iku dhe Izabela doli të luante në shtëpinë e një shoqeje, Roberti, Elena dhe Jakupi u ulën në oborrin e vogël për të biseduar për detajet e partneritetit. Por biseda shpejt kaloi në tema më personale. Robert, tha Elena, kam menduar shumë për atë që më pyete disa muaj më parë. Për nëse do të mund të isha e lumtur duke e ditur se kam shkaktuar kaq shumë vuajtje. Roberti e mbante mend pyetjen. Ishte në një nga vizitat e para pas vendimit të Elenës, kur ai ende po përpunonte dhimbjen e ndarjes përfundimtare. Dhe cili ishte përfundimi yt? Që vuajtja është pjesë e jetës. Ajo që ka rëndësi është se çfarë bëjmë me të. Elena shikoi Jakupin, pastaj Robertin. Ti mund të ishe hidhëruar, mund të ishe përpjekur të më detyroje të kthehesha, mund ta kishe bërë bashkëjetesën tonë të pamundur. Por zgjodhe të rritesh, zgjodhe të transformohesh, zgjodhe të ndërtosh diçka të re. Roberti mendoi për muajt e fundit se si kishte ndryshuar jo vetëm nga jashtë, por edhe nga brenda. Nuk kisha shumë zgjidhje.
Ju më mësuat se dashuria e vërtet nuk është pronësi. Dhe ti na mësove se është e mundur të rifillosh pa e fshirë të kaluarën, e plotësoi Jakupi. Kur erdhi nata, Roberti u përshëndet me ndjesinë se jeta e tij më në fund kishte gjetur vendin e duhur. Nuk ishte jeta që ai kishte planifikuar, por ishte jeta që ishte i destinuar të jetonte. Gjatë rrugës për në shtëpi, ndaloi në varrezat ku ishte një memorial i vogël për foshnjën që Elena e kishte humbur. Ishte një vend që ai e vizitonte her pas here, jo nga trishtimi, por nga mirënjohja. Mirënjohje që ajo humbje, përfundimisht, e kishte çuar Elenën të zbulonte se kush ishte vërtet, dhe atë të zbulonte se kush mund të bëhej. Faleminderit, i përshpëriti pllakës së vogël. Që na mësove se ndonjëherë duhet të humbasësh gjithçka për të gjetur atë që ka vërtet rëndësi. 3 muaj më vonë, punistja Jakupi Roberti, restaurime dhe mekanik, funksiononte plotësisht. Roberti kishte zbuluar një pasion për makinat e vjetra që nuk e dinte se e kishte, dhe Jakupi kishte mësuar për menaxhimin e biznesit në një mënyrë që nuk e kishte imagjinuar të ishte e mundur. Elena kishte arritur të bënte një praktik në një restorant të njohur dhe po mendonte të hapte një biznes të vogël me ushqime shtëpie. Izabela kishte marrë nota të shkëlqyera në shkollë dhe fliste vazhdimisht se donte të bëhej inxhiniere mekanike si babi dhe xhaxhi Roberti. Në dhjetor, gati një vit pas rigjetjes, ata organizuan një festë krishtlindjesh në shtëpinë në La Prah. Zonja Silva solli miq nga pallati, Jakupi ftoi disa kolegë mekanik, Elena thiri shoqet e kursit të gatimit, Roberti solli disa punonjës të firmës së ndërtimit që ishin bërë miq personal. Izabela ftoi gjysmën e shkollës. Ishte një festë e zhurmshme, e gëzueshme, plot me njerëz që njiheshin në mënyra të ndryshme, por që përziheshin natyrshëm. Roberti vëzhgonte gjithçka nga një cep i oborrit, i mahnitur nga aftësia njerëzore për të krijuar familje aty ku ka dashuri. I menduar, ju afrua Elena, duke i ofruar një gotë me pije frutash. Po mendoja se sa qesharake është jeta. 2 vjet më parë, mendoja se e dija saktësisht se si do të ishte e ardhmja ime. Shtëpi e madhe, kompani e suksesshme, grua e përsosur, fëmijë në shkollat më të mira. Roberti qeshi me veten. Dhe tani shikoj gjithë këtë këtu dhe kuptoj se kur nuk kam qenë kaq i lumtur. Elena e vëzhgoi për një moment. Mund të bëj një pyetje personale? Sigurisht. A më do ende? Romantikisht, dua të them. Pyetja e kapi në befasi, por Roberti kuptoi se përgjigja ishte më e thjeshtë se sa priste. E dua gruan që ti ishe, gjithmonë do ta dua. Por ajo grua nuk ekziston më. Dhe gruan që ti je tani e admiroj, e respektoj, e dua si familje. Por jo romantikisht. A është e çuditshme? Jo, buzëqeshi Elena. Është e shëndetshme. Është e vërtetë. Po ti? E di tashmë se çfarë ndjen për Jakupin? Elena shikoi brenda në shtëpi, ku Jakupi po përpiqej të mësonte disa miqve të luanin domino, ndërsa Izabela ndihmonte duke u dhënë këshilla kontradiktore të gjithë lojtarëve. E di. E dua atë. Në një mënyrë që nuk e dija se ishte e mundur. Ajo bëri një pauzë. E di se cili është ndryshimi? Cili? Me të, nuk kam nevojë të jem e përsosur. Mund të jem tërësisht vetvetja, me të gjitha defektet, të gjitha komplikimet, gjithë rrëmujën që është të jesh njeri. Dhe ai më do saktësisht për këtë, jo pavarësisht kësaj. Roberti tundi kokën, duke e kuptuar plotësisht. Këtë kam mësuar edhe unë. Dashuria e vërtet nuk ka të bëjë me gjetjen e dikujt të përsosur, por me gjetjen e dikujt të papërsosur, por plotësisht të përputhshëm me papërsosmëritë tona. Ata qëndruan në heshtje të rehatshme për disa minuta, duke vëzhguar festën, duke dëgjuar të qeshurat, duke ndjerë gëzimin e sinqert që pluskonte në ajër. Robert, tha Elena, më në fund, faleminderit. Për çfarë? Që nuk hoqe dorë nga unë, por edhe që mësove kur të ndaloje së luftuari kundër asaj që u bëra. Që më le të ikja dhe, në të njëjtën kohë, gjete një mënyrë për të qëndruar. Roberti buzëqeshi, duke ndjerë një paqe të thellë të instalohej në gjoks. Faleminderit që më mësove se ndonjëherë, humbja e asaj që mendojmë se duam është e vetmja mënyrë për të gjetur atë që na nevojitet vërtet. Atë natë, pasi të gjithë ikën dhe shtëpia u rregullua, Roberti u përshëndet me familjen siç bënte gjithmonë, me një puthje në faqe të Elenës, një përqafim me Jakupin dhe një puthje në ballë të Izabelës, e cila gjithmonë këmbëngulte të qëndronte zgjuar derisa ai të ikte.
Shihemi nesër, Xhaxhi Robert, tha ajo, e përgjumur por duke buzëqeshur. Shihemi nesër, princesh. Dhe Roberti e dinte se kishte shumë të nesërme përpara, plot me mundësi që ai kur nuk I kishte imagjinuar, por që ishin më të bukura dhe më të vërteta se çdo plan që kishte bërë ndonjëherë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Robertit, Elenës, Jakupit dhe Izabelës t'ju ketë prekur thellë në zemër. Nëse jeni emocionuar me këtë udhëtim mbi kuptimin e vërtetë të dashurisë, mbi pranimin e humbjeve dhe zbulimin se ndonjëherë ato na çojnë në vende edhe më të bukura se sa imagjinonim, lini pëlqimin tuaj më poshtë. Abonohuni në kanalin ton dhe na tregoni në komente se cili moment I historisë ju ka prekur më shumë. Ishte rigjetja përmes syve të pafajshëm të vogëlushes Izabela? Zbulimi I dhimbshëm por çlirues për foshnjën e humbur? Apo ndoshta transformimi I Robertit, I cili mësoi se të duash me të vërtet do të thotë ta lësh personin të lirë të jetë ai që është vërtet? Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që eksplorojnë cepat më të thellë të shpirtit njerëzor, që flasin për shanse të dyta, për familjen që formohet nga dashuria dhe jo vetëm nga gjaku, për mënyrën se si është e mundur të rindërtohet jeta mbi rënojat e ëndrave që nuk u realizuan. Takohemi këtu sërish nesër me një histori tjetër që do të luajë me emocionet tuaja dhe do t'ju bëjë të reflektoni mbi marrëdhëniet dhe zgjedhjet tuaja. Ju presim.